muaj larg zgjedhjeve, Partia Demokratike ka thirrur protestë kombëtare. 15 marsi, që përkon edhe me 17 vjetorin e shpërthimit të Gërdecit, është dita kur Sali Berisha u kërkon shqiptarëve të dalin në shesh kundër censurës së Edi Ramës. Dhe vendimi i qeverisë për të mbyllur TikTokun për 1 vit rresht është një censurë që i bëhet opozitës dhe fushatës së saj në rrjetet sociale sipas tij. Ripërsërit eksakt atë që bënte Enver Hoxha, Spiro Koleka, Kristaq Rama gjatë diktaturës, të cilët valve të radiove dhe televizioneve perëndimore u vinin zhurmues në të 4 anë të vendit. Ndërkohë, nëpërmjet ministres Manastir Liu, qeveria tha se gjatë 12 muajve bllokim do të negociohet me TikTok për të filtruar përmbajtjen e platformës në Shqipëri. Do të jetë agjencia kombëtare e sigurisë kibernetike, e cila disa ditë apo një javë pak do të mundet që të realizojë pra këtë ndërprerje të përkohshme të aksesit në platformën e TikTokut. Rrjetet sociale janë përdorur masivisht nga politikanët për të arritur edhe atë elektorat që nuk e aksesojnë dot gjatë takimeve sy më sy, por mundësimi i votës e emigrantëve apo edhe gara brenda llojit me deputetin që duam të socialistëve dhe primaret e demokratëve i detyroi ata të dalin disi nga ky komoditet. Deputetët dhe ata që synojnë të bëhen të tillë kanë intensifikuar takimet jo vetëm brenda vendit, por edhe nëpër botë. Për herë të parë në jetën e tij, Ilir Meta do ta bëjë fushatën nga burgu, i pozicionuar në vend të sigurt për të marrë mandatin në listën e PD-s në Fier. E me sa duket, alternativa e tij e vetme do të jenë rrjetet sociale. Erisa Xhixho, Edmond Haxhinasto dhe Tedi Blushi do të marrin 3 nga mandatet e sigurta të demokratëve, përveç aleatëve të tjerë si Dule, Mediu e Idrizi. A është kjo formule Sali Berishës e suksesshme për të marrë maksimalisht vota? A do t'ja dalin të rinjtë e vegjël të bashkuar të çajnë mes të mëdhenjve e të prishin balancat? Apo Edi Rama që garon pa ndar tortën do të marrë i pashqetësuar mandatin e 4 për të qeverisur vendin? Mirëmbrëma zonja dhe zotëri, mirë se keni ardhur edhe këtë të njëjtë në Quo Vadis. Me të gjithë hallet që ka Shqipëria, se do të shtojë edhe halli i TikTokut e do dilnin proteste edhe për këtë, nuk e kishim menduar ndonjëherë, por ja që edhe kjo ndodh. Për të diskutuar jo vetëm për TikTokun, por edhe për situatën politike, sa më shumë i afrohemi zgjedhjeve të 11 maj. Sot me mua në studio është bashkuar Dashnor Sula, deputet ish prokuror. Mirëmbrëma zoti Sula, faleminderit shumë që rikthesh në Quo Vadis. Pranvera dhe të vish një çast jetë veçantë, do jetë, do mbaj mend deri ditën që të mbyll syt të emision, sepse me ato që thatë ju, që dyra s'kan fundit të vend me mbylljen e TikTokut. Dhe me ju që do protestoni për TikTokun. Dhe inshallah, mos deni urdhër sa dalen dy për jashtë që të thonë pastaj nuk lejohet të kërkojmë me makina. Me numrin e lartë të aksidenteve. Po çfarë? Me bicikletë arrin më shpejt. Pa gjë akoma. Okej. Ju që jeni, ato që janë në kamerë, s'keni pa gjë akoma, prit kur do dalin për të fletur në shtëpi me gratë, do thonë nuk të lejohet me ditë caktuar. Kristaq Kume, ish kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, urime profesori jeni shpallur së fundmi edhe qytetar nder i Vlorës. Faleminderit shumë që jeni në studio. Faleminderit. Denis Minga, gazetar Report TV. Denis, mirëmbrëma. Faleminderit shumë që rikthesh në Quo Vadis. Për TikTok nuk do protestoj se nuk e përdor shumë, me të drejtën, kështu që asu nuk e përdor. Po Tomi ndoshta mund të ketë arsye për të protestuar. Tomi Kallanxhi, ekspert IT, mirëmbrëma Tomi. Të duket e drejtë protesta për TikTokun? Po më duket e drejtë, me thënë drejtën, edhe opozita duhet ketë më shumë çik pozicionim drejt trinjve në TikTok, domethënë duhet prodhojë çik më shumë content për trinjt në TikTok, se e kanë abandonuar çik të kauzën. Duhet ta bënte, se tani do mbyllet. Duhet ta bënte, po nuk e besoj që do mbyllet, besoj që do jetë një alibi kështu për një ditore, 24 orëshe. Pse nuk mbyllet dot? Nuk është pse do mbyllet. Para njerë nuk është llogaritur njerë kostot e mbylljes. Se kostot e mbylljes janë edhe shumë të mëdha. Me mor miku im, Beketit 130, ky 40 çfarë kosto ka mbyllja e TikTokut? Të them, 30% e trafikut të internetit sot në Shqipëri e bëjnë 2 aplikacione, TikTok, Instagram, mos them mbi 30%. Mund të jetë 30 deri në 50% e trafikut. Tani imagjino kompani telefonike që sot paguajnë për megabajt, për gigabajt. Nuk do ta kenë më këtë gjë. Tani ka dhe një kauz tjetër që në Shqipëri ne kemi 250 kompani që ofrojnë janë shërbim interneti. Interneti. Që janë në përrethe, në Tiranë, në rrethina e të mëradh. Dhe pyetja është,
si do të ndalojnë, do më thënë se ai AKP do presi letrën e ndalimit, po 250 ISP do të marrin vendimin që ta bllokojnë. Dhe po sikur ti ndërprejnë klientët këtyre. Nuk ta bllokojnë. ISP, tani ato do ta bllokojnë, po nuk e besojnë përmet, do të thonë, ore, na hap TikTok-u, kupton? Dhe ai do heqë filtrin në një moment caktuar. Pra problemi është me kompanitë brenda Shqipërisë. Janë shumë kompani, edhe e dyta është AKP-i dhe AKP është autoriteti që e bën, jo autoriteti i sigurisë kibernetike. Autoriteti i sigurisë kibernetike është për sigurinë kibernetike, jo për kontrollin e trafikut. AKP do të kishte dalë për këtë gjë, po AKP nuk i ka mjetët për ta kontrolluar gjithë trafikun e internetit sot për sot në Shqipëri. A mund të jetë ky një target group që ikën nga TikTok-u shkon prapë te Facebook-u? Dhe prapë ngelet në nivelin 30%. A do iki, se nuk e besoj që do iki, sepse sot ai target group të rinjve ka VPN, ka ISIME, ka mundësit plot të tjera, plus e unë përmenda këto kablorët të ofruesit e internetit, a do ta marrin parasysh vendimin e qeverisë? Me sa duket unë nuk jam kaq e re sa nuk i di këto aplikacione. Si Denis? Okej. Unë jam politikën e old fashion të zotit Sula, po. Të të rinë nuk i kuptoj fare. Tani ka një gjë. Sot flitet për ditë për shkuar drejt teknologjisë dhe bota po diskuton jetën Marse, shumë gjëra të tjera. Dhe në vitin 2025, këtu në Shqipëri, sepse shqiptarët një mi vjen çuditërave, nuk e di, nuk arrit ta kuptoj. Sigurisht nuk arrit ta kuptoj. Do t'ju tregoj vetëm një paralelizëm që të kuptoj se çfarë shqiptarët nuk gjejnë mundësi këtu dhe i kanë vende të tjera. Unë vi nga Malta para 2 ditësh. Isha në Buxhiba dhe në Valeta. Ishin mbi 6.000 shqiptarë, të gjithë tri. 3 më 3, dhe ishin emigrant 5 vjeçar, emigrant 3, nga viti 2019 e mbrapa. Me besoni, ato kontrollonin të gjithë thujse, restorante, bare, lokale, nate, shumë gjërat e tjera që lëvizet e thoshëm si ka mundësi, disa që njive të nga zona, nga zona ime, që paraqeku, nga fshati, që ketë nga që me lopën, vendi mundësive, thoshën deputet, vendi mundësive, për gjithë shka. Në një kohë që qatorin tonë, tu s'ka as lumej, as prej, ky vend s'prodhon as drita, as ujë, as domate, as perime, as frutikulturë, as gjë. Turizëm. Do shta dhe filipinezët që vinë në Shqipëri, kështu e quajnë vendi mundësive. Po një më ka shtresat saktuara, kupton të shqinë në të lojforme. Por këtu ke ne, ndodhë këpra që në vend t'i mbajmë trit, në vend t'i kemi përzot gjithë, dhe kur u ktheva për para 2 ditësh tani që erdha këtu në Durrës, kur zbrita nga trageti, në drejtim të Peqinit që shkova, gjatë plazhit që është rruga Ileria që quhet aty në plazhin e Durrës, çfarë shikoja, pam ke kuptuar gjithë respekt edhe për moshën e tretë gjithë. Të lodhe me çanta shkretit, gjithë që nuk hive motri asnjë e vunare nga trageti deri kur dole nga autostrada asnjë tri rrugës. Në një kohë që kur hypa nga Sicilia në Maltë, vetëm 6 çune që ishin shofer kamionash, që merran takun, do të mjifshin. Pra, e kupton, ne po i përzojmë gjithë trit. Po i përzojmë, ikni, zhdukuni, mos ju shqyqo. Edhe 3 qari kishin gjithë ato. S'na doni ju, s'na mban vendi jon, na përzin na vendi jon. Jo, se unë vetëm një pyetje pak me humor, meqense zoti Sula është më i votuari në primaret e qarkut e Elbasanit, pra më i votuari nga demokratët, jam i sigurt që nuk ka përdorur asnjë mesazh nëpërmjet TikTokut për të qenë më i votuari. Pra, lidhjet me nuk e kishe për vete. Dakor, pra. Lidhje në terren, si arriti, po. Pse e bëj këtë? Sepse dalim tek lajmi që ke sot. Pse zoti Berisha do të protestojë? Po të 2 fëmijët e mi përdoren, një nipët e mi gjithë. Protestojnë të rinj, po Berisha s'ka arsye të protestojë për këtë gjë. A është instrument që përdoret për fushat? Unë do protestoj për djalin tim, për vajzën time, për nipin tim, mbesën tim, për gjë. Zoti Sula është një nga deputetët më të zëshëm, pra ka zënë në parlament. Protesta, zakonisht në këtu e kam debate edhe parimor. Nuk mund të protestojnë 2 partitë e mëdha në këtë vend, se ato kanë gjithë sistemin e kanë këto 2 partitë e mëdha. Protestojnë ata që s'kanë zë, minatori, ose nuk u dëgjohet zëri. Në këtë rast të rinjve, ata duhet protestojnë, të rinjt. Dhe unë do isha shumë proj një protest të madhe e të rinjve, por pa mbështetje politike, sepse politika nuk ka arsye të protestojë për TikTokun. Prandaj e thash zoti Sula nuk i merr votat nga TikToku. Nuk ka arsye. Nuk e folë për çështje votash. Pragmatizmi. Jo për çështje votash, Denis. Dakor, ne jam. Jo më çështje votash. Është çështje një drejt me fituar
Nuk ke pse të mohosh tani ti. Si është, pse është e fituar? Po drejt e fituar, më. Pse, kush e fitoi? Ai është një aplikacion që ose ke, është njësoj sikur mos kesh një shërbim tjetër. Jo, pse do ta kufizosh? Sepse qeveria mendon që është gjykat kushtetuese. 65.000 prindër thotë Rama kanë qenë pro mbylljes së TikTok-ut. Ai është malli huaj. Ai është malli huaj. TikTok është një malli huaj. Pra ti bën dhe pa TikTok. Kur tentoi Shteti i Bashkuar, njeriu mund bëhet babakiz, ke 45 vjet babakina. Ne mund bëjmë edhe pa qeverinë. Qeveria thotë inteligjenca artificiale dhe administrata publike pa dushë dhe pa ular. Nuk mund të bëjmë debat për hir të debatit, se nuk më intereson fare të nuk jam aplikues i TikTok-ut dhe nuk e përdor. Është kontradiktore. Po TikTok nuk është drejt kushtetuese. Unë sigurisht nuk jam dakord që Rama e mbyll. Po ajo për mua bëhet në funksion fushat. Qeveria thotë do po përdorim inteligjencën artificiale dhe dyfishojmë vendet e punës administratë publike. Po. Qëndron si li? Jo. Dakord, por edhe një herë, ky është një instrumentalizim i të dyja palëve. Është një jo të dyja palëve, ne kemi asgjë dorë Denis. Çka kemi dorë? Penalizon, po, që për mendimin tim që të bësh këtë protest sot mund ta justifikosh në midis rjeshtave me faktin që jemi në prag të zgjedhjeve. Dhe unë jam i sigurt për atë që nëse do kishte ndodhur një vit përpara, s'do ta çante kokë njëri. Nuk do të bënte protest një subjekt politik. Pikërisht pra. Pse? Le ta kishte bërë protestën që kur ka thënë Rama mora. Që do ta mbyllim. Ne kemi reaguar. Kemi reaguar. Po, keni reaguar. Por famë që të ngjetë krizë gratë publike, në vendera politike. Mendua se duke reaguar, ky s'do ta bëj. Jo, pra mund ta përdori deri. Se e përdor, mirë bën që e përdor, edhe një, nuk jam kundra, mirë bën që e përdor. Në fushatën elektorale, çdo veprim që bëhet dhe që mund të sjellë efekte, në rezultat është i mirë kuptueshëm. Po le ta themi është për fushat atë. Jo për të rinë, është për fushat. Unë thash cili është qëllimi i vërtetë. Po të janë të ka argument, po përdoret për ta censuruar në fushat. Profesor, të ka argument. TikTok-u është i vetja platformë që ka zero ndikim nga mbyllja e TikTok-ut. Zoti Sula. Dakor, pra. Unë zero ndikim kam, por nuk merret kështu. Unë baçja ime studoj që po disa janë sa arbitrare aty diskutojnë. Se dëgjova artikulimin e Berishës pse i ftoi. Jo se në këtë mënyrë unë shoh dot mesazhet dhe u mbyll gjëra. Po zgjeroj shumë gjën. Apo pra e quajti censur të fortë. Censur është ajo. Dhe një minutë. Por censur për zgjedhjet është ajo. Një minutë, po. Edhe partitë e reja janë të ndikuara atë. Nuk është puna se e mbylle edhe hajde tash i prishe qefin sa të rinjve. Jo, e mbylle dhe unë them potencialisht ti e ke bërë të qëllimshme, e bërë sot sepse sot e jemi në garë me njëri tjetër dhe unë do ta përdorja këtë gjë. Ai mundi të por mirë sonë do ta përdorja. Rama do me tregu vetëm që është i aftë ta mbyllë këtë gjë. Për mua nuk. Dhe në momentin që do tregoj që është dëgjuar, nuk e mbyll ka dot. Jo, ai do të tregoj që do e mbylli dhe do e hapi. Ai do ta mbylli me vendim në praktik. Në praktik do jesh si llodot. Asnjë se jo si proces ai. Duke qenë se nuk e mbyll të gjithë thonë që është i vështirë si proces. Dhe këta e din apo jo? Që se mbyll. Ai ka 3 muaj që do të mbyll. E gjitha për mua s'ka pse ta vazhdojmë tepër. Megjithatë është e mirë kuptueshme, duke qenë dhe reagimi dhe i opozitës duke qenë se jemi në fushat elektorale. Kush kanë qenë më të ndjekur në TikTok? Arlind Qori, Adriatik Lapa, kush është Berisha? Janë më aktiv Berisha. Rama është më ndjekur se Berisha. Dy fishën e Berishës, pak a shumë. Jo për çështje followers, janë për çështje janë më aktiv, të rinjt janë më aktiv. Është bërë një kronik në atë kur doli. Rama dhe Berisha nuk janë shumë aktiv në TikTok, edhe pse është një platformë që ka shumë të rinj, po duhet i drejtohet të rinjve, domethënë Rama ka treguar që është fan i social media se temera, se bënem live stream që në 8 mëngjesit në Instagram dhe është fan i kësaj gjës, por që Adriatiku është mirë, ka numër, Arlindi është mirë. Mund t'i dëmtoj këto forca politike? Mund t'i dëmtoj sepse aty marrin një trafik organik, më thojnë za. Kurse në për platformat e tjera, ndoshta duhet të bëjnë paid sponsor. Se më ka dhënë një tezë shumë të bukur. Atëherë pse mos ta marrim që kjo është një lojë dy partive të mëdha për dëmtuar këtë.
Sigurisht, e para... Pse lojë dy parti, pse futbolli, pse na futet ty? Jo, mos sa futet. Pra në këtë logjik duhet të dali dhe... E para punës kur... Po mos sa futet ty fare më. Jo, ju futën lojë se u futën me protestën. S'keni pse të protestoni ju. Ç'të bëjmë pra? Jo, trish, do e ke vendin parlament. Ja do të them, pse do protestoj. Sepse ti s'ke ndikim fare nga kjo. Jo, kam ndikim, sepse nga aty marr informacione të korrupsionit, të denoncimeve dhe shumë gjëra të tjera. Po pse nuk i merr në Facebook ato? Me atë metës dhe kufizimi që ka. Që ti shumë më mirë. Zoti Sula ka kaq shumë informacion për korrupsionin se s'ka nevojë. Jo, një qytetar, supozohet qytetar. Ka ardhur 3 herë shefi për marrëdhënie me qeverit i TikTokut në Tiranë. Njerë ka takuar ministrin e brendshëm, 2 herë ka takuar shefin e AMës. Çfarë është vendosur atë? Unë mendoj këtë që thua ti, që është shumë e vështirë për të prishur marrëdhëniet me kompani të madhe si TikTok, se mund të ketë penalitet ndërkombëtare. Dhe e kanë diskutuar me ministrin e brendshëm. I kanë dhënë edhe mjetet. Pse du ta bëjmë vëllai? Pse du ta bëjmë? Tomi, në vendet e Ballkanit ka raste ku TikToku ka qenë... Jo. E vetëm në Indi, Pakistan, përcaktues, le të themi, ose dominues, kanë ndikuar fort në zgjedhje? Po, në Rumani. Përveç Rumanisë. Po, bravo. Rumania. Vendi bes pra. Histori suksesi për TikTokun, edhe pse ai fituesi doli e rrëzoi gjykata kushtetuese në Rumani, nuk ja pranuan. Po në vendet e tjera përveç Rumanisë? Nuk ka statistika. Ai është dhe kandidati pro Trump, prandaj mund të jetë bëhet. Tjetër gjë pra, po ai në sajt platformë edhe në Amerikë që kërkohej mbyllja TikTokut, kërkohej për çështje për privatësie, jo çështje gjeopolitike. Profesor, mendon që ndoshta edhe tashmë që kemi edhe votën e emigrantëve, ishte një platformë që mund të shërbente edhe emigrantëve për të mësuar ndoshta më shumë dhe pa filtra çfarë ndodhte në Shqipëri? Për të ndalur më pas edhe tek pjesëmarrja e migrantëve në këtë qytet. Në qoftë se migranti do ta vendosi sot me atë që do dëgjoj se ç'po ndodh në Shqipëri, se për këtë votoj, mua do të më duket si një vot jo i mençur, një votim jo i mençur. Ndërkohë, të gjithë në mënyrë të vazhdueshme sa herë që kemi folur për këtë mundësi për të votuar, kemi thënë sepse na duhet, sepse do të na përmirësoj produktin, sepse vota atyre është më inteligjente bile, përsa ko që ata shumë më mirë nga ne, shumë të pra ne kam patur shansin për të jetuar në shoqëria demokratike, tjera, pra e vlerësoj shumë të për votën, kështu që sështë ajo çka informacioni vjen sot emigrantit, për të vendosur ai se do votoj këtë ose atë parti për mua, s'ka lidhje fare për me ne këtu në Shqipëri, po, mund të ketë efekte me ne këtu. Këtë nuk di ta them se sa, të dinë më mirë specialistët të cilët e ndjekin këtë gjë dhe kuptojnë se sa. Profesor, ti e ndjek si rrjet social, ke? TikTok? Jo, nuk kam. Nuk e shikon fare? Nuk kemi, edhe unë ndjek. E ndjek sepse, edhe sikur për të marrë një kënaqësi humori e diçka aty, ka në gjithë llojet, të jemi qartë. Por nuk ka, sinqerisht, unë nuk kam parë në faqen e TikTokut, në gjithë që ndjek, të ketë problematike ndonë. Por mos harroj gjë tjetër që ka edhe promovime shumë të mira, edhe për turizmin, për kombin, për gjithçka, për shoqërinë, ka gjëra pozitive. Gjëra që nuk i shohin në rrjetet tjera. Ndërkohë që këta janë viktimat e këtij toku. Shoh për historikun e Shqipërisë, për historinë. Kënga jon Shkodra elektronike mund të jetë fituese e Eurovisionit vetëm nga promovimi që i kanë bërë gjithë tiktokerat si kënga më e preferuar e këtij viti në Eurovision. Mund të jemi pretendent këtë vit. Vetëm nga tiktokerët që e kanë promovuar si kënga më e mirë e këtij viti në Eurovision. Por është një mjet që i duhet shoqërisë sot. Ka mos merremi ne ose më tepër. Kemi shembull ka grupe të caktuara që e përdorin. E Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe këtu besoj duke përfituar nga prania e zotit Sula, mund dalë diçka e mirë nga kjo që ndodhi. Çfarë mund dalë? Pra që sepse ne ende nuk e dim futet tek drejtat kushtetuese mbyllet TikTokut apo jo, a përbën cënim të drejtës njeriut apo cënim të fjalës lirë apo jo, se dim, nuk e dim. Po nuk e dim se s'kemi. Po çdo mjet komunikimi është cënim fjalës lirë. Po më lër ta çoj deri në fund çfarë do të dalë. Në Shtetet Bashkuara të Amerikës, Trumpi mori vendim vetëm kur da gjykata. Pra gjykata e mbylli TikTokun dhe pastaj Trumpi e ekzekutoi. Pra unë mendoj që zoti Sula edhe si deputet, po dhe Partia Demokratike, nëse ka vullnet, e çon menjëherë në gjykatë kushtetuese. Ndjekur hapat ligjor. Gjykatë kushtetuese dhe ta kuptojmë, nëse gjykata kushtetuese thotë që kjo cënon shprehjen e lirë, atëherë këtu është sqarohet. Por ne do ta çojmë pa diskutim, po Partia Demokratike mund të ketë organizma të tjerë që çojnë gjykatë kushtetuese për grupin interesi. Do të heshim, ne do të heshim. Unë ta thash herë. Ose edhe vetë TikToku. Nuk është TikToku një drejt kushtetuese në Shqipëri. Është një mall i huaj që vjen. Tani ne prandaj duhet ta interpretojmë çfarë është. Është drejtë e lirisë, është drejtë e shprehjes. Për shteti ka të drejtë e rregullimit ligjor, jo të mbylljes.
Po pse se mbyll? Pse? Jo, më të lutem. Pagesat, çka ka rreth jo. Pse mos ta mbyll? Mos i vën. Po. Ka vende që e kanë kufizuar, ka vende që e kanë kufizuar për target grupe të caktuara. Po nuk është, po jo kush sigurie kombëtare. Kush sigurie kombëtare. Po le të pranojmë arsyetimin tuaj. Ky arsyetim nuk të çon pasaj në përfundimin që çfarë janë duke bërë këta, që kërkojnë të bëjnë një ta kundërshtojnë këtë gjë, që kërkojnë të bëjnë edhe një manifestim kundër kësaj. Profesor, është diskutim në parim se mund të ndodhe me platforma tjera kjo gjë. Pra ne duhet të shkojmë gjykatë kushtetuese ta kuptojmë. Këto platforma përbëjnë cënime të drejtës njeriut apo cënime të fjalës lirë apo janë gjëra që kjo është tjetër gjë që ja vlen të diskutohet, po unë kam përshtypjen se ne kuvizim i fjalës lirë. Për këtë të drejtë kushtetuese, Ramës dhe Berishës është shumë e thjeshtë kjo punë. Ata duan të frenojnë ndikimin e të vegjël. Duke qenë se jemi këtu për të drejtën e votës, kjo sipas një pale, sipas opozitës ndikon në të drejtën e votës. Unë si qytetar të lutem, unë si qytetar nuk i drejtoj Unë si qytetar nuk i drejtojmë dot gjykatës kushtetuese. Zoti Sula me partinë e tij drejtohet dhe gjykata dhe mund ta pezullojë vendimin. Kaq para zgjedhjeve. Po se i drejtohet, edhe një herë, se i drejtohet apo jo gjykatës kushtetuese, nuk mund të jetë kriter për ta vlerësuar që po bën mirë, je normal në këtë që bën që kërkon të bësh një ta thash pra nuk e është një e-commerce kinez shumë i fuqishëm në Europë, nuk po e them emrin këtu, po është një nga më të fuqishmit, është kinez sot në Europë, edhe në Shqipëri është futur shumë agresivisht, është në Gjermania, shteti gjerman po tenton ta pezullojë sepse janë shkelur drejtat e njeriut, shfrytëzojnë punonjësin të Kinë, ka çmimet e ulta, prish tregtinë, por vetëm tregtia e lirë e pengon Gjermani që ta bllokojë një kompani kineze mos me shit në Gjermani. Sepse ajo mund ta bllokojë thotë. Dakor, pra, ka nevojë për sqarim. Çfarë produkti është TikToku? Një të lutem, do ta mbyll me një krahasim. Do ta mbyll me krahasim. Tani, Edi Rama, Erion Veliaj bën një gabë politike, me TikTokun. Jo më jem 1 minutë, jo me TikTokun, jo. Me rastin për shembull të televizionit Agon Channel. Ata mori 146 milionë euro e ty. Kush i paguan ta? Ti, unë dhe gjithë e tjerat. Për tekat e Ramës të Erion Veliaj sot aty. Na mbyll televizionit ai. Sepse jo po senat, po kjo po shumë gjithë. Mund na çojmë, mund na bëjmë sepse sot një shoqëri ishte frekuencë publike. Po mi pra, po ajo që ishte, çmenduri pra. TikToku nuk është asë. Po e ke gabim, ke gabim. Sot në shoqërinë e lirë, ore sot ke gjykatë arbitrazh, ke gjykatë ndërkombëtare të mysin. Dakor, pra, po duhet ta rregullojë dikush këtë. Po pse e mbylli gjykata amerikane atëherë? Gjë kur të marrësh vendim. Rama ka thënë që jemi në bisedime miqësore me TikTok. Gjykata amerikane mbylli gjykatë amerikane, po arsyet ishin probleme gjeopolitike. Po edhe ne mund ta kemi këto. Po ne ai nuk ka gjeopolitik. Unë po flas për parimin. Shqipëria gjeopolitike, jo parimin për amerikanët e mbyllën. Do thotë që ata e kanë këtë hapësirë. Po si amerikanët nga tregu i lirë gjërat të këtyre. Është di si është, po merr një brand makaronash. Do ta mbyllë Shqipëria, nuk fut të brand, se është vend sovran. Prandaj them, do rregullim kjo gjë. Po do të një arsye për tregun e lirë. Do ta mbyllim sepse janë elmuar kaq vetë. Do ta mbyllim sepse afekton të rinjt në vepra të rënda. Po pra, po Amerika nuk e mbyllën se janë vepra. Amerika e shqetësonte fakti që serverat ishin Kinë dhe jo në Amerikë. Po çfarë pastaj? Po këtu penguar tregtia e lirë. Kjo është mjet manipulimi, domethënë social media është mjet manipulimi masës, kupton? Shteti amerikan dashuri me bishë rrshallë. TikTokut? Po influencerët në Shqipëri janë një industri gati nga 3 deri në 5 milionë euro, domethënë. Ata po protestojnë, po doktori çdo protestojnë për madhe, plus edhe bizneset që po politikanë në periudhë fushatash hedhin lek në TikTok? Jo, sepse TikToku nuk ka opsion advertising për tregun shqiptar momentalisht. Po si bëhet ajo virale apo duke u shpërndarë? Ajo bëhet virale duke me ghost pages me
ka mekanizma caktuar. Zoti Sula, dhe diçka. Rama thotë që unë jam konsultuar me 65.000 prindër të cilët në unison nga thonë të mbyllet TikTok-u. Nga është dera. Le të supozojmë një moment. Nga është dera, më sfort. Le të supozojmë një moment që është i përvërtet. Mirë, po mund të duket si autogol nga na juaj që ka kaq shumë hallë Shqipëria dhe dilni e protestoni për TikTok-un dhe pse në 15 mars, që është dita e tragjedisë së Gërdecit. Mund të kishit zgjedhur një ditë tjetër? Një gjë motër. Mos e ço problemi këtu në këtë pikë. Si besoni fare për konsultimin republikan? Në gjë vllajtat. Problemi është që këto ne kam thënë herë tjetër edhe në parlament. Edi Rama, Erlion Vilia, ministra, një pjesë e stafit, e elitës politike këtu, nuk jeton më në realitet shqiptar. Jemi budallej në tjerë gjithë, ne që i quemi budallej, ose ne quemi njerëz jashtë mode, jashtë realiteti. Realiteti tyre është, ata kanë humbur arsyen, jetojnë një botë për mua virtuale, si që moneda e bitcoinit, dhe ato të ashi... Ajo së shpa vlerë. Pikrish për të maroj. Motor, ato nuk bëjnë nëmërim më me këshu. As me makineri, to nëmëroj me kilogram. Me kujtarë. Mi afton t'i përshërë Kimi arrit në një moment tani që nuk di që të them. Kjo ja u lehtëson apo ja u vështirëson situatën në zgjedhje? Çdo diktaturë profesori dhe unë, se ju jeni shumë atri që se keni jetuar, edhe përpara në Lidhës, edhe profesori dhe unë, nuk kishe frikë të hapshim gojen, ose të ktheshin sytë të anës, si thoshin edhe pemët kanë vesh. Jo të flisje, po ta menoje, e menoj kjo. Pra që do të thotë ka veshësinë e vetë. Por unë kam gjithmonë një besim që, kur thotë populli, trashet zullumi edhe këputet. Çdo gjë ka një fund. Dhe Edi Rama nuk do të jetoj 500 vjetë. Po të harroj. Pra, dhe bëjt dëme, pa diskutim, edhe të forta. Por, do të tregoj vetëm një detaj, që më ka bërë përshtypje një miku im që takova një ditë aty te piramida para një jave. Edhe më tha, i majtë, është ekstremist i majtë bides, edhe e njifni jo, që delë në televizore që gjëra. Tha ishe bashkë me grua, tha, se i vdi që tha një kushuri. Edhe kur vajtëm aty, tha, pamë dhe varrin, tha, të ndjetë Arta Santo. Gjithë me të ishte varri pastrusës që ka qenë shtëpia jonë që vitën e herë, po në një vend ishin. Një të gjithë. Edhe e fugaresha, edhe i pasuri që jo se gjunaf që e shu si ndodhe, jo kupton tragjedia që e vranë kriminalet e këtë gjëra. Kuptoj paralel. Por që do të them që Zoti ka bërë mirë gjërat. Vjen lakuriq në këtë botë, edhe i kish për lakuriq me vete. Pa marrë me vete. Kështu që këto, le ti marrim, le të ngopim. Ja kam thënë do ta mbyll me kaq. Ja kam thënë shterise. Ora, ha do të robi 50 herë ditët. Pi 100 herë ujë, bën një problem tjetër 60 herë, po no, pa kaq, po jo, nuk do ta mbyllësh me kaq se kemi edhe gati një orë emision. Nuk ka kufi. Shkojmë në reklama. Do mos e më lutem. Edhe gjë tjetër. Një socialist i famshëm shumë. Më tha mua një pyetje, më falni, ata ora pse si rri kështu sa ka gjë dobët. I thashun si është? Po si ti? Ora thjesht fare thashun që s'kam taf marr për pushtet, s'kam taf marr për lek, s'kam taf marr për thangë. Pas ke takuar vetëm socialistët tash këtë kohë. Shkojmë në pak reklama. Është metabolizmi, shto? Ja. Është metabolizmi. Shkojmë në pak reklama, kthehemi pjesën e dytë të emisionit. Jemi rikthyer në studion e Kuovadis, me sa duket nuk që nga kaq i parëndësishëm TikToku, se dhe gjatë reklamave diskutuam, vazhduan diskutimet edhe pikpyetjet në lidhje me... Diskutimi politik është shumë i qartë, unë jam dakord me profesorin, këtu është një muhabet PS-PD që vazhdojnë ta dominojnë prap skenën politike edhe në funksion TikTokut. Dhe do shohësh edhe rezultati i zgjedhjeve do jetë pikërisht në funksion këtë dy partive të mëdha. Zoti Sula, marrëveshja me aleatët, koalicioni që keni bërë së bashku, shumë aleat në listë sigur të Partisë Demokratike të koalicionit tuaj. Gati 8 mandate, nëse llogarisim edhe Nart Ndokën që gjithashtu do të kërkojë një vend të sigurt, besoj, shkojnë gati 9 mandate, mendoni se do t'i mërzisin demokratët kaq shumë vende të sigurta për aleatët? Për vera. Politika nuk është shkencë eksakte. Politika i detyruar me mjetet dhe mënyrat që të veprosh në terren me çfarë mjetesh ke ti në mundësi, një forcë politike apo një individ politik. Që do të thotë, ne jemi të detyruar në të lloqasje me aleatët për shkak, unë kam thënë edhe tjetër dhe profesorë kemi diskutuar,
të Tibo Alliku që bëm në 2019 në opozita me djegjen e mandateve, që u ndryshuar kushtetuta 5 herë nga Edi Rama, e Partia Socialiste, 5 herë kodë zgjedhore, 3 herë kushtetuta, u prishën koalicionet para zgjedhore, të cilët ishin vendosur me ndryshimin e kushtetutës si 1 prill 2008, dhe të cilët ishin në mënyrë të njëanshme, marrëveshja 5 qershor të vitit 2020, i cili u bekuar në Komitin Ndërkombëtar dhe që është bë me 30 korrik të vitit të 2020, në një kohë që edhe pas zgjedhjeve të vitit 2021 patëm përsëri nga gjykata kushtetuese 2 vendime të cilët për shkak të ndryshimit të kushtetutës që bën që ishin të padrejta dhe që u implementuar në kodin zgjedhor të këtij viti. Tani. Dhe nëse do ishin, si që ka, identitetin e vetë, siglin e vetë, emrin e vetë, se cila forcë politike, do ishin në këtë federat, do ishin në rregull me koalicionet para zgjedhore. Ndërsa tani ne jemi detyruar që çdo target grup votuesish që kanë këto forca politike, kush do të qoftë, do duhet që ti kesh, sepse o do i çosh që ti ke në lumë ato vota, në një kohë që VSI-a në vitin 2021 pati 110.000 vota dhe mori u përkthyen në 4 mandate. Në një kohë që 35.000 vota pat PSD-ja dhe u përkthyen në 3 mandate, që do të thotë 7 mandate, 7.800 vota kishe vetëm në Elbasan dhe nuk morën dot mandat. Nëse do i kishim ato 7.800 vota në koalicionin që do ishte në listën e Partisë Demokratike në vitin 2021. Në Durrës për 20 vota kanë përshtypur. Po pikërisht pra, 25 vota. Po ju kështu nuk e masni dot më peshën elektorale të aleatëve. Me kemi bërë kalkulimin, budallaj si jemi. Si e keni bërë? Ja do ta them këtë. Tani, i hoqi 100.000 vota. 4 mandatet sigurta po merr VSI-a. I ka 40.000 vota, profesori di fort më mirë sa mos nuk do më tepër se 10.000 vota një mandat. Që do të thotë 40.000 vota i kanë gjithë territorin. E justifikon vetveten, po. Justifikon vetveten. Kjo është logjika që tani Fatmir Mediu është alat strategjik, alat historik i Partisë Demokratike, që të jemi qartë. Dulja sigurisht ka marrë qendrimin me minoritetin që do duhet të respektohet. Komuniteti çam që ka një numër të caktuar votash, përsëri e ka. E meriton një vot. Ato duka që ka një peshë specifike ka që janë 8. Po tisha unë Sali Berisha, po tisha unë Partia Demokratike, po tisha unë opozita, dhe po tisha unë Ende Shabani, Edretik Lapel, kush do të tjera tje. Do futeshin dhe ata? Do eftoje? Berisha eftoj? Parimi, pikërisht pra, parimi është i thjesht parimi në demokraci. Do t'jesh bashkë, sepse në fund ditës, ku në datën 11 maj, vota ka një shumatore aritmetike. Nuk kanë as emër, as gjë. Që do të thotë të bësh mundësinë e shumatores aritmetike për ballë kundërshtar që është majoranca që është Edi Rama, i cili ka 12 vite. Ata janë kundër që të vjetërve, kështu që. Dhe për sa kohë, ti si forcë politike e re nuk je provuar në numër votash, në përkthim mandatash edhe shumë gjëra, do duhet që të ishin këte federat në një parti opozitare si Partia Demokratike më e madhe në mbështetjen në këtë moment që do të thotë që nuk humbi as identitetin tat, kishte integritetin tat dhe që do të thotë në programin e qeverisë së ardhshme pastaj të Partisë Demokratike dhe gjithë opozitës që është ligji më kryesor themelor i një politike është ligji i buxhetit, që do të thotë kishte gjithë mundësitë që çka ti mendon për programin tënd ekonomik dhe gjithçka për të realizuar, e realizon. Që do të sot, ti nuk asimilohesh, që do të sot, duke mos pas numra një opozit, partia më e madhe, të fort, si ka Rama sot, me tepsi, me timoni, që kërkoj 2017 dhe ti ketë gjithë vetë, dhe që qeveris vetë me gjysmën e votat të gjithë shqiptarëve, dhe gjithë target grupet tjera, jam bërë shumë se gjysma gati, që profesorët të partitë e vogre, që ka shkuar dëm këto vota, do duhet që të ishin një emërus përbashkët që të gjithë. Po më ata po kërkojnë votat e elektoratit gri dhe pjesës pak knaqur duke thënë që ne jemi kundër të vjetërve. Këtë do ta shikojmë. Po Denis. Ta shpjegoj Denisi, 25 vota në Durrës iku mandati. Vetëm një gjë se pastaj ndoshta zoti Kume, unë jam dakord me zotin Sular në një pjesë të analizës që Berisha ka marrë në këtë negociat ka marrë maksimumin që mund merrte PD-ja. Pra, u ka ofruar minimumin e mandateve që për shembull 4 mandate Ilir Meta ka marrë vetëm. Pra, nuk është se i ka dhënë diçka më tepër. Në 2009. Jo, më 2021, 4 mandate mori. Mirë, okej, në rregull, po them edhe në titull. Pikërisht pra. Pra, Sali Berisha ka bërë maksimumin për partinë e tij, ka fituar themun në negociata. Por, nga ana tjetër, këtë jam kundërshtoj këtu zotin Sula, që ne nuk e dim, le themi, vullnetin që do kenë partitë e vogla tani që kryesisht kanë nga një kryetar dhe nuk kanë gjë tjetër. Pra, kjo mund t'i rehatoj ata dhe mund mos japim maksimumin
që ky maksimum që duhet japin partitë e tjera, duhet shkojë për Partinë Demokratike. Ka që thjesht është. Pra, partitë e vogla në koalicion me Partinë Demokratike e kanë marrë pjesën e tyre. Tani ata duhet punojnë maksimalisht për Partinë Demokratike, që të shtohet sa më shumë numër mandatesh. Po ata besoj që në listën e gjatë duhet kenë dhe të tjerë emra që mund maksimalizojnë. Që nuk do jenë fitues tek lista poshtë, sepse nuk jam mund të ketë një surprizë aty. Ky koalicion do vullnet maksimal mes palëve. Pra, nëse nuk ka vullnet, këtu Partia Demokratike do humbas dhe do fitojnë partitë e vogla ato pjesë që edhe mund ta fitojnë dhe vetëm. Nuk ka ndonjë. Pra, nëse s'ka një koordinim vullnetesh që Partia e Lirisë të punojë fuqimisht, pavarësisht se mund të marrë vetëm 4 mandate, po të punojë fuqimisht që ato vota të di që edhe mund mos të shkojnë edhe brenda vetës tënde drejt si ti mund. Ne sigur po punojmë atë shumë prapë një gjë është. Ai ka të bëjë pasaj. Pra nëse nuk ka vullnet, pra nëse palët luajnë pisët me njëri tjetrin meqenëse i mora tani thotë LSI-ja, i mora. Dhe nuk dalin as 40.000 të Partisë Lirisë. Nuk fiton asgjë në fund. Ore nuk punojnë sekretaror në kuptimin e mirë të fjalës, se vokacion, bëj vokacion në votë. Është strategji efikase, profesor? Futja e aleatëve në listë të sigurt? Me këtë legjislacion kështu që kemi në kodin po. Patjetër është veprim i logjikshëm që duhet bërë. I ka shpjeguar profesori ke 15 që më mend në momentin e parë që do duhet kjo rrugë. Më kujtohet. Duke patur parasysh pastaj edhe se si funksionon sistemi ton, si e kemi zbatuar në legjislacion sistemin ton, opozita s'kishte rrugë tjetër për të ndjekur përveç se të bënte maksimumin e mundshëm që të gjitha votat të shkonin vetëm në një test. Mira thashë, Zoti Sula, që kjo që është bërë është gjysma e asaj që duhej të bëhej, në kuptimin që s'kishim pse të kemi në garë 3 ose 4 grupime të opozitës. A mund të bëhej një gjë e tillë? E zorshme që mund të bëhej, jo pse nuk ishte i Zoti për ta bërë Zoti Berisha ose nuk ishte zonja Partia Demokratike, por kjo është situata, në fund, këta janë njerëzit. Ky është Endri Shabani, ky është Adriatik Klapaj, që thotë që mund të gjithën veprimin tim politik e kam ngritur mbi atë, s'jam as me këtë, as me atë. Bëj çfarë duash të vjen. Në këtë që ka bërë Partia Demokratike sot, pra në këtë koalicion që ka ngritur, unë shoh një gjë tjetër që më jep ndjesin se nuk është veprim i cili do të maksimizoj rezultatin. Pse? Si thot populli, është shumë e përlumë, më mirë pak dhe sakt. Pra është më mirë Rama që është vetëm? Janë, jo. është tjetër gjë Rama, ka tjetër situatë, ka komplet tjetër situatë. Më mirë pak dhe sakt me këtë duhet të them. Atë që edhe Zoti Suar, për këtë foli gjërë tash, ku t'i kanë dhënë mandatet sigura në atë 1/3 e sigurt? Ku t'i kanë dhënë? Fatmir Mediut? Atyre partive që i ka patur gjithmonë në koalicion. Po. Dhe që kanë treguar që në koalicion nuk kanë ndonjë për të marrë mandatin, si sot që mori mandatin vetëm kryetari s'po çan kokën fare, se ka të sigurt mandatin dhe gryhet për rezultati, sepse votat e Partisë Demokratike janë ato që ndahen pasaj dhe për të dhënë mandate këtyre partive të tjera. Jo. Historia zgjedhore ka treguar që një bashkim i tillë me këto parti përjashton një ose dy mundet, apo që kanë lëvizur her pas here, kanë lëvizur PDU-ja për shembull, ka lëvizur. Po. Është një bashkim i provuar si i tillë që funksionon. Këti bashkimi 7-8 parti sa janë bashkë, janë shtuar edhe janë 17 të tjera, pa emra, kot fare, për mua që nuk do t'i sjellë ndonjë gjë, partisë të mund nuk do t'i sjellë ndonjë gjë në grupit, por do t'i krijojnë mundet që t'i krijojnë situata jo normale. Çfarë? Jo, janë bishta që i shkojnë PD-s. Nëse PD-ja për Elbasan do i duhen 100 vota, të voglat mund t'ia sjellin 100 vota. Është sistemi i tillë, jo se ka ndonjë. Po. Janë bishta të cilat mund t'i shtojnë grimca, por janë bishta të cilët mund të angatrojnë shumë, t'i heqin copat të mëdhaja dhe t'i heqin votat e elektoratit gri. Elektorati gri, i cili
mundet tjetë shumë sensibël pikrish nga ky fakt, po ky me kë është bërë, kujt ja japun, kujt koalicion, t'jap koalicion që ka filani, ka fistëkun dhe shikon këta. Pra ata vota për vetën e tyre s'kan dhe mund të ndodhi që të gryjnë ty. Po nëse janë kaq anonim? Apo nuk është se janë kaq anonim? Kush janë, i diti? Jo, pra nuk i di. Po anonimor janë, s'kan fare. Ata aty janë drejt pranvera, kur janë anonim... Nuk kanë asë... Zdo nga trohet njëri, në Balkan do votojnë... Jo, s'do jetë do i sulla fare listë, po do jetë... Janë anonim në kuptimin e subjektit elektoral, more. Zdo jeshte listë e hapur, ndjesë, në kuptimin e subjektit elektoral janë anonim, s'marin vota. Kurse, në një kuptim tjetër, në referencë që ky hyrë në garë, thonë, kush ka hyrë në garë? Ka hyrë Filan Fistëku, po qarë, ku i jepet vota atia? Elektorati gri dhe njëherë, po them, jo elektorati i cili voton për opozita. Tradicional. Pra mund të ndodhi gjithë, për mua... Kemi dy, është balli kombëtar dhe balli kombëtar demokratik aty. I ka se cili ka 2.000 vota dhe 5.000 vota. Tani, zotëria që do jetë në listë aty, a i ka atë 2.000 votë që në vetë, do të votojnë atë burë. Dhe këtë 2.000 votë që do i shkoj PD, se atës do azje dhe putet. Dhe vetëm pse është aji në garë me Partinë Demokratike, 3.000 të tjerë që si janë asta atia dhe asë të pëtës nuk e japin këti koalicion. Për mua do t'ishe shumë, ose të bëj bashkimi të gjithve, si që tha edhe Dashi, të gjithve bashkë të ishin, ose po bashkoju me ata që realisht mund të t'japin efekte. Jo për thënë që jemi gjithë tane, jemi 25-30. Po pasa je 30, po sa votat vinë, është puna. Nuk është cilësor, po thua? Një, dyta. Më mirë pak e mirë dhe jo shumë e përdu. E vrej në gjithë të qka ka ndodhur, jo duke referuar këti vendimi, kësaj sjellje elektorale që ka opozita sot, shof dhe është e prekshme me dorë për mua faktin që nuk ka qenë e angazhuar aq sa duhet dhe si duhet për të krijuar kushte sa më të favorshme në garën që do të bënte dhe që tashmë e ka filluar ta bëjnë në zgjedhjet e këtij viti. Gjatë periudhës midis zgjedhjeve të kaluara dhe këtyre zgjedhjeve. Çfarë bëri opozita për të bërë në maksimum efektin e ndryshimit kushtetues i cili ndaloi koalicionet me lista çdo subjekt që bënte pjesë në koalicion. Çfarë bëri? Opozita, Partia Demokratike, le të flasim, se në fundit ajo është kryesore e opozitës. Çfarë bëri për të zvogëluar në maksimumet e mundshme efektin negativ në garën elektorale të këtij ndryshimi që bëri mazhoranca? Bëri gjë? Çfarë do bënte? Zero. Pyetja, çfarë do bënte? Po the unë çfarë do bënte. E ka bërë pra te ky koalicion, ky koalicion që ka bërë është reflektimi i situatës. Jo mormi. Jo për kodin zgjedhor. Jo, duhet të ndryshonte. Për kodin thua? Patjetër, duhet të ndryshonte. Ata s'deshin, ata kishin mundësinë për listat e hapura. Po them, aty thua s'deshin, ata bëjnë dyshon. Po doja s'deshi. Edhe një herë, po unë këtë po them, se nuk ka bërë ato që mund të bënte dhe duhet i bënte në funksion të garës që bën sot. S'ka pse të kishte sot 25 parti në atë cilat një pjesë e madhe e tyre çfarë sy diet as adresa se ku e kanë, kur të kërkonte që Shqipërinë ta ndante në 4 zona zgjedhore, siç ja lejoi kushtetuta. Dhe me këtë koalicion, me këto 7-8 parti, shikohet se çfarë rezultate do merret. Se ato vota 110.000 vota, 108.000 vota që mori LSI-a se në sa mandat do të ktheshin, nëse do i kishim 4 zona zgjedhore. Pse nuk e bën një gjë të tillë? Pse nuk bën? Atë që ja u mundësonte kushtetuta, hapje 100% listës, dhe duke hapur 100% listës, një minutë, jo Afrika, na interesi njerëzve, i njërit e tjetër. Unë po flas për parti, për subjekt, unë po flas për individët, që janë pjesë e partisë, leadershipi i partisë. Pse nuk e bën këtë gjë? Po ta bënin këtë gjë, hyrë në garë në një koalicion me 5 parti të tjera, ligji e lejonte që kandidati i partisë të kishte siglën, emrin që është kandidat Hasan Hyseni, që është kandidat i kësaj partie, pjesë e koalicionit, dhe votojnë me votë preferenciale dhe numëroshin sa vota ke marrë ti, aq vota ka marrë partia tënde. Pra, ajo që ti detyrohesh të jesh në koalicion siç ishte më përpara, duke prodhuar një listë zgjedhore kandidatësh, listat e hapura mundsonin këtë gjë. Ja ku jam bën, pse se bën këtë gjë?
Pse nuk e bën këtë gjë? Po së duan të vinë pushtet, profesor, pse A duhet vullnet? Nuk e them. Listat e hapura krijonin një le të themi interes më të madh të partive opozitare për qenë pjesë. Patjetër, bësh të gjitha bashkë. Nuk e kanë interesin pra. Ka që thjesht le të themi këtë gjë. Pse e bën kështu? E bën kështu, jo, një minutë. Ka dhe shpjegimin e vet kjo gjë pastaj. E bën kështu sepse ishin në situata jo normale, se mirë flasun, po se e kaluar, je jashtë, s'ke qenë brenda. Po mos harrojmë se çfarë, në çfarë situata ka kaluar, çfarë situata ka kaluar opozita gjatë gjithë kësaj kohe. Plus profesor, jo një sekondë, po si pa votën majorantë nuk i bën të ndryshime në mënyrë. Ne kemi parlament. Ne kemi propozuar, nuk e kërkuar. Profesor, jemi në kohë kur është bërë kodi zgjedhor, Partia Demokratike ka qenë në zotrim totalisht të zotit Berisha dhe të njerëzve të tij që janë sot. Pra ka qenë e njëjta situatë si sot kur është bërë kodi zgjedhor. 2008 tani prap. Nuk kanë dashur. Kur tani? Tani më kur bën diskutimet për kodin zgjedhor, në korrik. Po doja ishte komplet e Berishës siç është sot. Nuk ka qenë ky problemi që ju thoni ju me drejt, me Bashën. Me vulën me lokë. Në momentin që janë bërë negociatat, ju e dini shumë mirë që fillim negociatat kanë qenë me partinë e zotit Ali Beajit. Dhe PS-ja kishte propozuar një zonë zgjedhore, por do më jepni primin. Nuk e pranoi Ali Beajit, e nxorën jashtë loje grupin Ali Beajin dhe u fut Berisha dhe që nga i moment negociatat janë bërë vetëm me zotin Oert Bylykbashi në emër të Berishës. Pra këta nuk kanë dashur, nëse këto që thoni ju do ishi shumë interesant. Nuk kanë dashur. Po pra sepse. Nuk kanë dashur. Një minutë, sepse. Kodi kështu, si që kam betur me 12 zona zgjedhore dhe me formulën hond që përdoret për ndarjen e... Fakti që herë zoti Sula do të thotë që nuk ka dashur. Që përdoren, që pa tjetër more, nuk interesonte more, nuk interesonte si parti e parë. Vullnet për Bashkë nuk Kjo bëhet. është analiza që po them unë, analiza që kanë bërë. Se keni kërkuar fare. Po pra pa vullnet të dy Ne keni kërkuar ju, zoti Sula. Analiza që kanë bërë dhe vendimi që kanë marrë mbi bazën e analizës, unë e kritikoj, unë gjej vend për ta kritikuar këtë gjë, sepse do të vepruar ndryshe. Dhe po të veprojnë ndryshe në këtë situatë që kanë sot, mundësitë që kanë sot për të garuar me grupime të ndryshme, do të ishin shumë të mira dhe shumë në favor të dy grupeve, mazhorancë opozitë. Tomi, sa kërkojnë në rrjetet sociale politikanët shqiptar? Sa interes ka për politikën në rrjetet sociale? Ka shumë interes. Ka shumë interes. Jo vetëm në rrjetet sociale, po edhe në Google Search është... Ndërmët kërkuarat? Jo, ndërmët kërkuarat, po... Çfarë kërkohet më shumë? Në kontekstin politik. Jo, në të gjitha kontekstet. Më e kërkuarat? Shqiptarët kërkojnë gjërat kur kanë pushim. Festat zyrtare 2025. Domethënë, shqiptarët janë... Janë interesuar për festa kemi plotë. Po duke qenë që ne kemi shumë punonjës administrate publike dhe ata duhet shkojnë kur kanë pushim, kupton se ne qenë privat. Kush është më i kërkuari nga politikanët? Patjetër që kryeministri. Edi Rama. I ndjekur nga? I ndjekur nga Sali Berisha dhe më pas Po Ilir Meta si është? Ilir Meta nuk e kisha vënë te kjo, po të them vetëm Tiranën që është në Tiranë është 50% Edi Rama, 29% Sali Berisha, 6% Arlind Qori, 7% Adriatik Lapaj dhe 8% Agron Shej. Po për Veliajn në Tiranë, apo e ke vetëm me kryetar partish? E kam vënë momentalisht vetëm me kryetar partisë. Mendon që ka për të ndikuar arrestimi i Velit? Interesi i madh i Elbasanit për Arlind Qorin. I Elbasanit për Arlind Qorin? Po, është një përqindje goxha e lartë i Arlind Qorit për Elbasanit për Arlind Qorin. Si shpjegohet dashi kjo? Është mbi 30%. Mbi 30% Arlind Qori? Në Elbasan, po. Si 30%? Nga sa të pyet? Jo ka sa të pyet. Nga kërkimet që bëjnë në 90 ditë të fundit në Google, nëse do vihesh e Elbasani, Arlindi ka 30% e kërkimeve që vinë nga Elbasani, midis tyre 5 politikanëve janë për Arlind Qorin. Ky që nga e çuditshme. Mirë, nuk ka një shpjegim për këtë, po ndoshta ka një shpjegim Denisi pse Ilir Meta nga Tirana kaloi në Fier. Në fakt, po e mendoja dhe kam përshtypjen e ka një shpjegim dhe kjo. Që në Fier... Se shvendos, është diskutuar. është në Fier, nuk e di, po është diskutuar. Kështu flitet. Por ka një sens, sepse në Fier është ajo që zoti Kume e mban mend mirë, shumë mirë, aty ka qenë lidhja e parë e fortë e qeverisjes mes dy, pra mandati Fierit, i të ndjerit Prifti, ishte mandati që përcaktoi koalicionin PD-LSI.
mund të ketë diçka simbolike, po unë mendoj që meta edhe në Tiranë mund të kishte qenë, nuk është kjo e rëndësishme. E rëndësishme është që çfarë do ndodh pas daljes së tij nga burgu në datën 11 maj. Do ndalemi te kjo, po mund të jetë për shembull përveç se simbolikës, mund të jetë argument dhe ndoshta Belinda Balluku që ka shkuar dhe kërkon të marrë një rezultat historik në Fier, nga ana tjetër Gazmend Bardhi që kryeson listën e PD-s dhe ka shkuar Meta për të mbledhur. Mund të jetë argument, po Meta nuk do jetë në listën e emrave. Po mirë pra, gjithsesi, do thith? Meta do kishe sens, kjo që thoni ju, do kishe sens nëse Meta do ishte në listë hapur. Jo, do ishte në teren, po edhe në listë hapur, po emri i tij në një farë mënyrë do ngjallte këshori. Prandaj them unë, ka drejt zoti Kume kur thot, pra është shumë e rëndësishme, si çfarë do ndodhë, pra ne në Tiranë, listën e 8 subjekteve, listën e sigur s'do shohim asnjë emër. Pra nëse unë e ti nuk jemi të interesuar ta dimë. Po mirë, ata qarkut e dinë që është aty. Por ne do shohim vetëm emra të dorës 2. Ku nuk do të shikoj? Flet në votim. Jo, lista e 12 jo. 12 parë do jetë mbyllur. Të gjithë lista e mbyllur nuk ekspozohet dhe nga njëshi, për shembull në Elbasane, nga njëshi deri 14 i hap hapësira kodit zgjedhor është që të jenë prap 14 emra dhe plus 5 që kemi listën mbyllur, i thuhet 19. Por e keni parë juve bocetin e fletës votimit të Komision Qendror të Zgjedhjeve? Pjesa e parë është do jetë bosh. E keni parë? Po e kemi parë. Po si është? Pjesa e parë nga njëshi. Është emri i subjektit. Po. Kliko këtu thot dhe poshtë saja, me gërmat vogla janë emrat e 1/3 së kësaj liste. Emrat e që nuk votohet. Dhe poshtë saja pastaja janë të gjithë. Po që nuk votohet. Nuk votohet. Nuk votohet, po emrat janë pra në listë. Janë emrat pra. Për shtypin që emrat do jenë se njerëzit mund gabohen të klikojnë emrat të ndryshme. Ska kutis ke nuk klikon. I ke poshtë pasaj ke kutis. Do sensa kjo profesor. Vetëm ka një gjë këtu nga ato që flitet paktën, sa është interesante, Rama mendohet që të jetë në listën e hapur në Tiranë. Pra emri i tij do jetë në flet. Prandaj kjo është dhe një lojë strategji. Berisha do jetë listë e mbyllur, Rama do jetë listë e hapur, sigurisht që Rama nuk e ka problem të zgjidhet në qarkun e Tiranës. Sigurisht edhe Berisha nuk do ta kishte po të ishte listë e hapur dhe se ka problem të zgjidhet. Po. Po mirë, le të rrisë, s'ka për të bërë deputet. Do rip, okej, po ai këtu ka strategji, do jetë listë e vet. Deputet do të more, po sa është lista e mbyllur? Lista e Tiranës është 12. Po, në Tiranë ai PS-ja merr diku te 18-19 mandate. Janë 7 mandate në lojë që besoj Rama do ta marrë një prej tyre se do jetë dali djali ndonjë. Ma, nuk e di. Informacioni nuk është 100% i saktë, po flitet që Rama të jetë në Tiranë në këtë sepse në farë do të motivoj atë në Vorë dhe në 110 në Mosgaboj. Do të kume atë që ju thatë. Pra, nëse Rama fut vete në listën e hapur, imagjinoni sa mira votat do të shkruen vetëm për Ramën, që shkojnë në kompleksin e votave të PS-s. Nëse Rama nuk është aty, mund të jetë më pak numri votave në kompleks. Prandaj po them që ka shumë rëndësi. Ai që ka menuar për të votuar do votojë. Në lista e hapur ka shumë rëndësi, individi ka shumë rëndësi. Për shembull, po ju them për koalicionin Djathas për zhvillim. Do jetë komplet, do jenë emra anonim në 12-shën e parë dhe te lista e hapur do jenë emrat e personazheve kryesore si Dashej dhe zoti Ilet Alibej. Pra, kështu e kanë menduar. Nëse sa do të prodhojnë një mandat, personi që do marrë mandat do jap dorëheqjen dhe do ta marrë ai që ka marrë në listën e hapur. Jo, skem, po. Jo. Si jo? E merr ai tjetri që është poshti. Po, të gjithë do japin dorëheqjen. Do japin dorëheqjen të gjithë. Derisa fakti që kanë bërë. Do ndodhi kërpërata pastaj. Jo, më kërpërata. Por jo tash ti. Marrë mandatin edhe them do ta shojë se do të. Do jenë e tyre më burrë. Po nuk është vllai, gruaja, Po me çfarë do të mbushin listat në partitë e reja? Prandaj thash, ajo listë do jetë e mbyllur, nuk do ta marrë asnjëri. Që i kanë të kapur, i thot... Po pra njerëz të tyre. Do jetë emri Angelet Alibej, do votosh në listë e hapur. Mirë, për të qëndruar... E përdorimit të asaj që ata kanë kërkuar ta bënin të gjithë, dhe unë do doja shumë janë të detyruar ta bëjnë kështu. Ne do votojmë me listë hapur 100%. Qartë. Zoti Sula, për të qëndruar edhe pak te Meta si jurist, çfarë do të me Metë nga burgu nëse zgjidhet deputet? Sigurisht. Nëse zgjidhet, nëse deputet është ai, se po fund listë. Mirë pra mirë.
Okej. Asi gjithmonë në momentin që certifikohet. PD-ja nuk do jeti dyti në firë, për shumë. Nuk do marrë PD-ja 2 mandate në firë. Okej, për le ta marrim nëse... Se kjo është komplet strategji. 0-0, ne do marrim 0 mandat, dhe marri Belina, dhe marri Drama. Mirë. 0-0. Unë jo unë po... Meri gjithë. Kolega ka nëse. Hiqe nëse se Meta është i sigur. Pra Meta zgjidhet... Unë është me mua, dhe unë të ndihmova. Meta zgjidhet deputet në 11 maj. Çfarë ndodh me Metën? Nuk thotë Rama jo. Nuk do të thot asgjë, mund ta kesh mandatin e deputetit, por mund të jesh edhe arrestuar. Mund të jesh edhe ndjekje penale. Ndjekje penale po i arrestuar jo. Pa mandat, pa autorizim nga parlamenti. Tani... Po na i sqaro se prandaj po pyesim. Unë them këtë që ti mund të bësh deputet, po kryerja e një vepre penale, të cilët i arrestuar, i bie përpara se i bërë deputet. Që do të thot nuk ka fuqi prapë vepruese. Po mirë, po ti e ke lexuar ti vendimin e gjykatës për Azgan Haklajn? E ke lexuar? Se kam lexuar. Po ka qenë në Burgaj, i para Burgosur. I para Burgosur, jo i dënuar. I para Burgosur. Konkurroi, mori mandat në deputetit, u mblodh gjykata, i tha... Nëse mund t'jetë lajm pra, ju po thonë që Meta nuk del nga burgu nëse del deputet. Po mirë, me këtë logjik Rama për shembull mund të vendosi në listë edhe Erjo Veliajn. Po e njëjta gjë është. E njëjta gjë është. Del kështu del dhe Salia. Shumë gjë. Jo, pse? Aktivitetet nga burgu nuk do të thotë që të mbyll çështja. Jo, më nuk po them që mbyllet çështja. Që fidon lirin derisa të dënosh. Masën e ndalimit. Jo, po zoti Sula si jurist i njohur që di më shumë se ne po thotë diçka që nuk e dini. Thotë që nuk del nga burgu. Unë thash, ta kundërshtuar thash vendimin e gjykatës. Shumë i sinqert. Si aleat ajo ka të bëjë me prokurorët, me gjyqtarët, të cilët janë aty. Unë se më tani as pozicionin prokurorit, as gjyqtarët kam 20 jam nga sistemi drejtësisë. Por mund tjetë dhe kështu që si sa profesori dhe kam dyshim. Që nuk mund të them do të me siguri 100% sepse jam i paprgatitur, sepse çdo jurist që flet me mënyrë kompetente, pa lexu kodin procedurës, mbështetutën, do të më lexoj. Kështu që ajo mund të jetë interpretimi kështu që tha dhe profesori, por mund të jetë dhe kështu siç thashun. Jo, pyetja ime është kjo. Zoti Meta merr mandatin në datën 15 maj. Në këtë moment që KQZ certifikon dhe ai quhet me mandat deputeti, a mund të rrinë në burg? Pika parë kur fillon sesioni i ri i legislaturës së re. Jo, pra, aty... Ta ushtruar mandatin. Për ta ushtruar mandatin. Gjykata kushtetuese ka sqaruar këtë. Ta marrë. Ai me vendim me firmën e Selibashit, ai merr mandatin e deputetit. Merr mandatin. Në mbledhjen e parë pasaja, të kuvendit ose që nga ty fillon efektet e deputetit fillojnë nga dita që bën betimin aty. Jo. Ti gjë marrë mandat. Po jo imuniteti. Jo imuniteti. Imuniteti lidhet me mandatin. Zoti. Edhe njerë, imuniteti lidhet me mandatin. Për mua jo. Për mua lidhet kur fillon parlamenti. Ushtrimi. Nuk mund të ketë parlamenti. Mund të ketë parlamenti se 140 ka. Po s'është të punuar me vendor spre, pra, kjo është i dënuar. 140 janë këtu. Tani shtoj dhe 100 tjetri, vi parlamenti me 220. Me 220. Nuk është kjo. Po vjen një minutë. Se thuhet që kuvendi i zgjedhur e fillon veprimtarinë e tij me mbledhjen e parë dhe mbledhja e parë filloi nga ai çast. Mandati i punës së kuvendit. Ka edhe këtu. Ka edhe këtu një vendim gjykatës kushtetuese zoti Sula. Po profesor, po prit para tash të merrem vesh tash. Nuk jam unë nesër mas 11 ose mas 11 maj nuk jam deputet. Po. Por realisht unë kam drejt me të gjitha... Deri në shtator. Pra jam. Je deri në shtator. Nuk jam me ligjislaturën e re. Po si e me të rejtë. Nuk e zgjedhur prapë. Nuk jam zgjedhur prapë. Mandatin e ke. Të lutem. Por ama. Nëse ka nevojë parlamenti... Mblidheni. Të mblidhet në rast të urgjencës. Unë shpoj votoj. Po. Në një kohë që ato që janë trit nuk hynë. Jo. Pra, të drejtë dhe detyrimet, pa përmbledhën në totalisht. Drejtë dhe detyrimet fillojnë nga dita që fillon ligjislatura e re. Po, ushtrimi detyrës dhe mandati janë dalë nga një tjetër, nuk është e njëjta gjë. Po, më bie dakord. Pra ti me marrjen e... Dakord, pra, ta marroj prap, ta marroj. Dakord jam me ty atë. Por ama, ajo që thuti për imunitetin, prap në të moment, ty thua që nëse kryen një vepër penale ku çdo nga këto persona në moment që janë certifikuar si deputet, nuk ka të drejtë prokuroria të nisë një procedimë penal?
Qofse ka për flagrancë është tjetër gjë. Tjetër flagrancë, po tjetër gjë, se të dim ne, gjithë. Flagrancë, bërë eksidentet në moment. Atë dim, kurse gjërat tjera, ha diskutim. Jo. Në rast se një person do gjendet në paraburgim, pra nuk është i dënuar me vendim gjykatet formës së prerë dhe zgjidhet deputet, kushtetuta dhe ligjet shqiptare nuk parashikojnë një lirim automatik nga paraburgimi. Megjithatë, sipas kushtetutës, inteligjenca artificiale. Ka dëshuar pra. Inteligjenca mos ju atë se ka gabime. Kushtetuta shqiptare nuk e di se ka shkruar. Pse vemi kështu? Ora, kemi precedenti Zoti Haklaj. Jo Haklaj, jo, ky që ka qenë Koço Kokdhima. Koço Kokdhima është dënuar, është penalizuar për një vepër që e ka bërë në periudhën nga momenti që zgjedh ka fituar mandatin, por nuk kishte bërë akoma betimin. Pra ky precedent i ka thënë zoti Celibashi, prandaj edhe unë u interesova dhe ai më dha këtë përgjigje. Në momentin që KQZ-ja e certifikon, pra me datën 15 maj, po ai quhet ai ka marrë mandat. Konflikt interesi. Futet në konflikt interesi. Në këtë mënyrë i shkon e drejta avokatit të zotit Meta, ti drejtohet gjykatës posaçme dhe të marri atë pastaj se çfarë do vendos gjykata, këtu pastaj zoti Sula ka drejtën vetë si jurist që thot ha diskutim. Po besoj unë mendoj që do jetë një kështu, por nuk është se zgjidhet çështja. Në rast se fiton mazhoranca prap do t'ja jap autorizimin SPAK-ut për ta çuar Metën te aty ku ishte. Në rast se fiton opozita, pastaj nuk ja jep autorizimin dhe vazhdon e ndiqet çështja në liri. Kjo është pak a shumë loja që po bëjnë të dyja palët. Zoti Sula, tashmë që po thuaj se është përfunduar, ka përfunduar afati i regjistrimit të emigrantëve, por janë dhe disa kërkesa, rreth 16.000 që janë shërtimende. Po të cilët janë pranuar si regjistrim, po si janë pranuar në të vlefshme ose jo. Po pra. Kanë ushtruar të drejtën për kërkesë, kanë aplikuar, por akoma nuk janë përfunduar procesi i pranimit. Nga gjithë kjo pjesëmarrje, le themi, gati masive, që është në raport me emigrantët, Jo, në raport me gjithë emigrantët nuk është masive. Nuk është masive. Po mirë, në raport me atë që ka pritet. 1 milionet si pas Eurostatit. Po pak nuk janë. Shumë, jo. Shumë. Si parë janë shumë. Janë shumë. Kishte thënë 50-60.000 prisja, tha. Po pra. Kur diskutuar kjo gjë në komision, ta fusim apo mos ta fusim të drejtë. Unë kam diskutuar edhe kam thënë nëpër media. Kë favorizon vota e emigrantëve në 11 maj? Unë kam thënë nëpër media edhe janë deklarata që parashikohet rreth 300.000, dëshira ime do ishte pak të rreth 500.000, sepse kam bindje që vota e emigrantëve është votë bio, votë më e pastër, votë më pak intimiduese, votë më pak dhunuese nga ana e mazhorancës. Do t'i qëndroni këtyre deklaratave edhe pas zgjedhjeve të 11 majit. Po tani se votimi familjar me votë në emigrantëve nuk e përjashtoni dot. Tani nëse e merr arrin postën aty, merr postën, e fut thesë i ndron fashi, nuk është logjika, më bëj prapë. Mi prapë. Mund të bëj gjë tjetër, o dash, mund të bëj gjë tjetër. Ata që veten në Itali, veten në Torino, në një kafene, i mbledh ata 20-30 vjet, ai thotë votoni këtu, ja ku keni fletën. Pse thua vetëm kush ka fuqin pra? Gjë thotë për PD. Nemi kur thënë çameti shkel. Të mund ta bëjnë partitë e vogla këtë po kushdo. Ke drejt qesërisht në atë gjë. Parati kanë këto, tendet e kanë këto, koncesionet kanë këto, hidrolikurit kanë këto, gjithë ato kemi ne tash. Për çfarë po pis këtë burr? Ky është një sistem i zotruar totalisht nga nga Partia Demokratike. Marr biletë 10 euro për ti. Ky është një sistem i kapur nga ju të dy, kështu që nga PS-ja. Jo. Relativizimi i skeqës, relativizimi i korrupsionit jeni ju, që jeni hepi kështu. Jo, nuk jam unisoj, po ta them emrin me një PS. Po jam unisoj aty. Të dy, jam të dy. Jam unë. Po nuk jeni ju përgjegjësi ose kolegët e mi, nuk jemi si ato për përgjegjësin e opozitës. Sepse ti ke i grup parlamentar burg, i qeveri burg, kryetar bashkie burg. Po mirë, kush është përgjegjësi i opozitës? Kush është përgjegjësi i opozitës? Po leja tash më merret një emër përgjegjësi i opozitës. Ai quhet Sali Berisha. Opozita, përgjegjësi i opozitës ka vetëm një votë. Dominon politikën po ai Saidi Rama. Ora ka një votë valla, ka një votë ka edhe. Pra, zoti Sula, ju mendoni që vota e emigrantëve është votë bio, pra aty nuk do kenë ndikim te vota e emigrantëve, që ta dimë pastaj që në logjik kështu shkon. Po ju e njihni terrenin, ju e dini se çfarë po ndodh sot në terren. E njoh terrenin dhe kam bindje që shumica e emigrantëve do votojnë djathtas.
Ta që të ketë vota pëses, të imagjinosh të gjë. Por unë, çka kam takuar, çka kam biseduar, çfarë kam parë gjithë takimet, ka pasur takime shumë të mëdha, dhe me një, kur them me një, për përdor termin popullor, një fshëllim ose me një status jam mbledh njerëzit. Që do të thotë, gjithë ato që vinë tek opozita, janë njerëz që unë nuk pyeta nëse është votë PD-ja apo është votë PS-ja. Mbledhen edhe për shqiptarizëm, nuk mbledhen për politikë. Jo, vinë. Dhe ato që vinë ke majoranca, një pjesë jam të detyruar me kokë poshtë, me mënyra të caktuara, ka dhe forma të caktuara. Po pra, pyetja ime ishte, unë nuk pyeta kë do votojnë PD-n apo PS-n. Unë thash, ju mendoni që realisht kjo është votë bio, po përdor termin që ju përdorët dhe nuk për shembull administrata në Shqipëri nuk është e detyruar sot që duhet mbledhë disa vota, sjellë disa regjistrime. Po mos e përdorni nesër të. Thueni që sot këtë gjë që nesër të bëj sens. Që profesori unë apo ne që jemi atje, shikoj që ka një liri më të madhe migrantëve atje. Se sa në punë si këtu, se sa pensionistë këtu, se sa familjari këtu. Kalendari me thënë drejtë. I kanë ngele edhe që kalendari. Pa më mirë. Në ditën që kanë ikur. Ka target grupe caktuara, që jemi të qartë. Për shembull, këtë rit që as i bie mendje fare, se kush është votu për zgjedhje as PS, as PD. Ndoshta nuk vjen fare për votë, nuk votojnë fare. Ato po themi njerëzit të cilët janë. Po pyetja është, a do votojnë këta 200.000 që janë regjistruar të gjithë? Edhe s'mund të votojnë. Ata përsa ko kanë bërë procedurë? Ai që shpreh vullnetin për të një minutë. Ai që shpreh vullnetin. Ai shpreh vullnetin dhe bile si më vështirë ishte që të regjistrohej dhe që janë refuzuar me qindra, që nuk po them me mira, nuk bëhet fjalë, që po të japun një mesazh zanor që më erdhi sot, që thotë unë nga familja ime 3 tjerë nuk më regjistruan, mua më regjistruan. Që jemi në një banesë. Pra ka pasur me shumë raste të tilla, por sa ai që merr guximin, kurajin që tenton të regjistrohet. Se partitë politike synojnë votën e diasporës dhe jo këtë votën gri që nuk votojnë këtu. Janë 700.000 njerëz që nuk votojnë. Po kush po thotë nuk shkojnë për të votuar. Jo se këta ja harrojnë fare. Kush po e thotë jo? Mendoj që diaspora do bëjë ndryshime. Tani deri data 4 ishin fokusuar gjithsesi ishte për herë të parë dhe bën të mundur edhe kjo e partive që bëri këtë fluks të kaq të madh. Po mos kishte interes partia, do kishim këtë numër 200. Kemi interes dhe unë njerëz të miq të shok i kam nxitur për të regjistruar. Kemi bërë thirrje për të regjistruar dhe për të votuar. Edhe kjo. Tani do kthehemi tani të gjithçka ato që thotë ju me gjithë pjesën tjetër të që fushatën normale. Pas 12 marsit. Pas 12 marsit që është logjika ajo që thotë edhe Denisit, edhe këtë ja për gjithë elementet që kanë, për shembull, ne sot kemi ndërzuar afatin e fundit që gjithë kandidatët që ishin për një numër të saktuar të regjistrimit të migrantëve të cilët kemi bërë punën në diasporë. Kam ndërzuar do një listë, po them një numër me qindra. Limitin 300 e kishit të Sa e kishin? Ishte vendosur një dysheme. Sa çuat ju? Nuk ka rëndësi po. Që themo 1.000, po themo. Kjo është këqësia e doktorit, ta themi se. Dakor, pra, po çfarë do kjo? Në thet, dakor, po është kështu. A keni bërë një sistem të radhë menaxhimi votuesit? 200 ca kandidat, 250 kandidat, po themi, sikur nga 300 bësh llogari që të paraqisin emra, sepse janë emrat që sillen llogarinë vet, i bie që goxha, një numër i madh, kështu që janë 60.000. Jo, po e pyesja, a keni bërë këtë vit një sistem menaxhimi informatik për të menaxhuar votuesit e të rase në 2021 thoshit janë këta të PS-s me iPad, po ne emërojnë njerëzit. Unë të garantoj që mas e dal nga emision dhe marrë numrin ta telefonit ti me ty, se më ndihmon shumë për këtë punë. Shikoj që ke shumë brumë. Si e ke parë deri tani shpërndarje në përqarqe të votës së emigrantëve, se besoj i ke ndjekur pak. Pas Tirana, Fieri ishte qarku i dytë që kishte. Mund të janë përcaktuar se këto? Në qarqe caktuar, pra nëse themi që në Fier janë 49.000 të regjistruar. Të thuash fjalën përcaktuese dhe të kërkosh pastaj përgjigje nëse janë apo jo përcaktuese është shumë e vështirë për mua që të jepet përgjigja. Ose do thuash atë që të pëlqen ty të ndodhi, jo atë që edhe ka shanse më shumë që të ndodhi. Probabiliteti. Probabilitet, pra. Është tjetër gjë. Dhe bile unë nuk jam as për atë që të diskutohet i ndar efekti i votës që vinë nga diaspora me efektin e votës të shqiptarëve që votojnë nga jashtë, me efektin e votës të shqiptarëve që janë këtu në Shqipëri dhe do votojnë. Është njësoj? S'ka pse, por njësoj janë. Ore vetëm, qatë ndryshon? Asnjë gjë nuk ndryshon, për vetë se vendi. Unë veten në qendër votimit, ai nuk veten në qendër votimit, po voton. Gjëra që ndryshojnë ka, se ne jetojmë këtu në Shqipëri, ai jeton në Itali, në Amerikë, dhe votën e kemi njësoj. Diskutimi, njësoj është vota. Diskutimi është po që çfarë efekte, çfarë na sjell ne një gjë e tillë që ja hapëm këtë mundësi. Pse se kemi hapur përpara?
Se kemi hapur më përpara dhe kemi mbajtur gjithmonë me vete atë që i vetmi shtet ndofta në rajon po më shumë se sa rajoni që nuk i krijon mundësi shtetasve të tij që të votojnë pa që të detyruar të vinë në Shqipëri. Si është normale. Nuk është punë standardi këtu, plotësohet apo jo një standard, por është plotësimi një kërkese që demokracitë, shtetet demokratike, shoqëritë demokratike ja u mundësojnë shtetarëve të tyre apo jo. Një gjë të tillë. Shumë mirë që e bëm. Si e bëm? E bëm vetëm duke patur pasaja, se e bëm alla shqiptar që do të thosham. Sepse kishim që ta bënim shumë mirë se sa kaq. Në shkuptim. Ju dham të drejtën atyre që të votojnë pa ardhur në Shqipëri në atë formë, në atë mënyrë si që kemi sot praktikisht dhe po zhvillohet deri në 11 maj kjo mënyrë të votuarit, vetëm për t'ja u marrë efektin e asaj që ka mund të na sjelli vota atyre që është më inteligjente, kam përshtypjen se thash pak më përpara, në kuptimin që kanë më pak efekte parazitare në vendimin që mund të marrin për atë se kush duhet të jetë më e mira për të qeverisur nesër vendin. Dhe vetëm kaq. Mund të kontrollohet vota e migrantëve? Çfarë më thënë të kontrollohet? Për ta kuptuar se... Për ta kontrolluar, ato janë vetëm analiza që bëjnë subjektet politike, si këtu tek ne. Analiza, po, subjektet politike, mund ta dinë kjo votë e kujt është? Patjetër bëjnë, se kanë një pritshmëri se sa do votojnë për njërin apo për secilin prej tyre. Patjetër që duhet të kenë, të kundërtën hynë në aventurë elektorale pasaj. Çdo më të mos dishti fare se ku je, kush të mban. Ky e di, ky thotë unë kam prur 1000 veta, apo që do votojnë. Pra të gjithë e dinë aty, mbase, pra edhe njerë, për të orientuar veprimin, po jo për të përcaktuar rezultatin. Për të ndikuar votën, po. Edhe njerë, në vijim të asaj që thash, ju morëm gjysmën këtij procesi, sepse i marrim vetëm votën, po jo efektin e tyre në qeverisje. Efekti merret nëpërmjet njerëzve. S'kanë këta njerëz. Deputet që nuk përfaqësohen. Nuk përfaqësohen. Po kanë deputet. Ja do t'argojmë, ne do të përfaqësojmë profesor. Do fusim edhe kushte ka nga deputeti shkuar. Në këto kushte që jemi sot. Në listë. Kështu siç e kemi ligjin sot. Listën ha? Unë kam bërë thirrje në mënyrë të vazhdueshme sa që më është në rasti shtetas e tanë që do votojnë nga jashtë territorit. Shkonin në aktivitetet e partive politike. Tek ajo parti që ju doni. Që besoni, po. Dëgjojni, duar trokitini, apo jo, po mos ju premtoni të jepni votën pa ju kërkuar diçka. Dhe çfarë? Të përfaqësoheni. Jeni përfaqësues. Vini në listën tuaj njerëz nga ne. Për çfarë sensi ka një njeri që ka jetuar 30 vjet në Itali të deputet? Ka, për shembull në listën e PS-s ka nga rasti i deputetit. Ka sens, bën më sens. Jo, po pse jo? Vinë në Shqipëri për të kontribuar. Europian po. Jo, këtu në Shqipëri ka një deputet që ka ardhur nga Anglia. Pra shora votimi. Ka një deputet që ka ardhur nga Anglia i PS-s. Lavdrim Krashi. Është deputet i Partisë Socialiste. Ke dëgjuar ndonjëherë, ke ndjekur, ke parasysh se kush është? E bëj mirë atë, të them unë që e kam ndjekur mirë. Dallon dukshëm nga të gjithë deputetët e tjerë. Me edukat, me kulturë, i pakorruptuar. Shtetas anglez, është atje. Ka ikur. Vjen edhe pa urdhër partie për shkak. Ta shohim nëse do jetë pra për nëse ta kjo. Më mirë është të do ketë sa tjerë. Po çfarë jemi ne? Nuk është determinuar, është tendencë. Nëse do të marrë. Jo e bukur është. Do ja dilja tek ajo që po usolle mirë edhe mund mos jesh. Në qoftë se do t'i marrësh më të mirë në mundshme shtetasit që nuk banon këtu, po ka ikur pra diasporës, me migrantëve, meri votën në kuptim që bëhet të votoj, të bëhet pjesë e procesit votimit, meri edhe përfaqësimin, krijoj edhe mundësi për përfaqësimin. Dhe krijojmë nëse partitë politike do kenë listat e tyre kandidat për djemve dhe vajzave që janë. Ne do ketë, garantoj. Do ketë. Dhe nëse këta bëhen 7, unë do t'ju kërkoj, do t'ju them atyre. U bët 7 tash, ikri nga siglat e partive. Bëni grup parlamentar. Krijoni grupin parlamentar të shqiptarëve. O, patëriqet po doja tani, nuk i fusim. Bëni këtë gjë dhe ndikoni në vendimarrje. Ata mund ndikojnë në vendimarrje dhe duke qenë brenda një. Duke qenë brenda. Tomi, sa kanë kërkuar në këtë periudhë si të regjistrohen emigrantët? Ka pas interes apo jo? Gjë nuk mund ta them, po më lër pak sekonda se
Që ta kërkosh, sa ta gjej, Tomi, unë duhet të them, që ka ndodhur, dy partitë e mëdha kanë prej muajsh, PS-ja sigurisht që ka mundësit më të mëdha financiare, duke nisur me takimet e Ramës, edhe pas me Ballën, që mbeti më shumë jashtë se brenda, kanë bërë atë që është... Do vi koha që jetë më shumë brenda sa jashtë? Do vi koha që do jetë më shumë brenda sa jashtë? Mi nuk e dim atë, po mbetëm tek ajo çfarë është sot. Pra, çfarë po ndodh me votë emigrantëve? Është një votë e kalkuluar në mënyrë ekstreme nga dy partitë e mëdha. Prandaj do shohësh e kalkuluar në mënyrë ekstreme. Në mënyrë ekstreme. Pra 90% është ne dy partitë e mëdha e dinë si është sot vota e emigrantëve. Edhe vetëm 10% do ja lë rastësisë që thotë zoti Sula që nuk e kontrollojmë dot. Nga kjo pikpamje nuk është se do sjellim diçka të jashtëzakonshme, jashtë madje për fat keq, për shkak se ti nuk e kontrollon, do mundësohet edhe votimi familjar, nuk e pengon dot, sepse një familje... Po në qoftë se e din deri në këtë nivel se si do votojnë, nuk ka më... Jo, duhet të them që votimi familjar është ndaluar me kod. E di zoti Kunde. Po atje nuk e ndalojmë dot, se është në tilla rrethana. Nga kjo pikpamje, ajo çfarë ka ndodhur është një hapje e madhe ndaj votës emigrantëve për qëllimet e dy partive të mëdha. Me sa duket, dhe kjo është një analizë politike, PS dhe PD kanë parë rënje të elektoratit në brenda vendit. Dhe duan ta kompensojnë këtë rënje tek PS-ja po, nuk e di PD-ja se PD-ja është sikur e fillon nga e para. Se PD-ja Berishës sikur është nga e para kësaj radhe. Rezultate më të mira ka patur në 2021-shin. Nga PS-ja ka patur një rënje, pra nga 780.000 votat, nuk e di sa kanë qenë zoti Kume, kjo rënje ka bërë që Rama të fokusohet tek vota emigrantëve për ta kompensuar. Dhe është brenda logjikës politike, nuk ka ndonjë habit madhe. Të gjë po bën dhe PD-ja. Prandaj them unë që është një votë me kirurgjikale e dy partive të mëdha. Kështu që nga kjo pikpamje mua më lë pak një shihet keqe, por pse të lë shihet keqe? Le ta shikoj. Sepse është njësoj si në e ka detyruar atë, ore do regjistrohesh sepse na duhet kjo votë. Nuk është e lirë, por ky është një fenomen që ndon tër botën, duhet ta pranojmë. Pra edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës, kur janë zgjedhjet të bie telefoni 100 herë. Ore, se është koha për të votuar, për të bërë, pra është një lloj trusnie shumë e madhe, kështu që nga kjo pikpamje... Tomi do na thotë edhe statistikat në botë, kë favorizon vota e emigrantëve, pozitën apo opozitën? Do ta kërkosh edhe këtë kam për ty. Jo, këtë gjë unë nuk mund ta them, por në overall është patjetër që në thonjza opozitën, në më thënë opozitën, partitë e reja e të raste, në një farë mënyrë, ande janë një qikë më kritik në qeverive njerëzit që rinë e emigracion, se janë një qikë edhe më... Pse bërë batutun tashi që the do jetë më shumë brënda se sa jashtë më thënë? Po tani... Po se s'mund të rriun pa të pyetur për të... Jo, të pyti, po të pyta dhe mirë... Jo, më kështë batut, ose konstatim, nuk e di... Jo, dashi mund ma thot në një gjë. Ta Denisi që për balë që në kanë ngritë më shumë jashtë se sa mrena. Dhe them do vi dita që do jetë më shumë mrena se sa jashtë. Do marrë post-ministri po thua, se kur jem ministri... Post-ministri, ka kry punë post-ministri, po aty tashi nga dita të presin kur do vjen ke veni. Kush do nga to? Mund të këtë arrestim e tjera dhe, rezikon balla. Po s'ka arrestu vetën ato, nuk arrestojmë ne, ka arrestu vetën. Se gjithë din nga to, që aktiviteti kriminal kanë bërë, që korupcionin dhe presin. Po thoni shalës sa gjenë leken, se këte kanë problemet madhe. Mëse gjenë parët ku kanë fut, te gjë. Kam një pyetje. Mund të ketë po. Kam një pyetje dhe besoj shpytje e rëndësishme. Se mund ta bëj zotit Sula këtë pyetje, se zotit Berisha s'ja bëj dot të pyetje, sepse ai është i qartë për SPAK-un. Kësa radhe kemi SPAK-u me dy organizma tjera që është KQZ dhe mos gaboj prokuroria e përgjithshme, në një farë mënyre do shërbej në mënyrë figurative, si arbitri i zgjedhjeve. Pra nuk do kemi mas ambasadat amerikane që do dali pas gjithsesi më ambasadat amerikane. Le ta pranojmë kësa radhe për herë të parë dhe fatmirësisht them unë, do jenë më të rëndësishme institucionet vendase se sa këto OSBE, ODIHR dhe ambasadat amerikane. Dhe unë pyetje që kam për zotin Sula. Në një farë mënyre, kjo strukturë, pra SPAK-u, prokuroria e përgjithshme dhe KQZ-ja do të certifikojnë rezultatin e zgjedhjeve. A do ta pranoj PD-ja rezultatin me certifikimin e tyre apo jo? Kjo është pyetja. Tani, unë për vete personalisht, por edhe opozita, jemi të kënaqur që për herë të parë, ndryshe nga Rama dhe kryeministët dhe majorantë të cilët doli dhe kontestoi publikisht madje e qytje shkelit kushtetues, atë çka po struktura që ka ngritur SPAK-u në monitorimin edhe në hetimin e krimeve parazgjedhore dhe krimeve gjatë periudhës zgjedhore. Dhe ngritja këtyre strukturave që janë
Të faktën unë e di në Peqin janë 3 oficerë të BKH-s, në Belesh Sarrik 2, në Belesh 2, në Elbasan 8, në Gramsh 2, në Libraz gjithashtu dhe është si kjo strukturë. Do dëshiroja shumë, madje shumë, që të ketë filluar kjo gjë, sepse... Ja, ka filluar e punë. Pra, të ketë filluar dhe të ketë efekte, sepse është e turpshme që prap, si që ndodhe vitin 2021, dhe që ka dalër në gjithë përgjimet, jo të shqiptarve, po të në qatit, të skajt, përveç aktivitetit kriminal, trafikut, vrasjeve, bandat kriminale, Shqipëri, bëjnë dhe aktivitet zjedhor. Dhe këto nuk e themun, me gje një band, një kriminal, i cili është arrestuar dhe në gjithë fore, caktohet e listët deputetësh, merte vendimarrje për vota, për të zonat caktura, për kryetar bashkia. Nuk do jenë më këto? Që do të sot. Me spaku në përkëmb? Ta themum, që do të sot, që në qoftë se ato kanë mend, unë jam një person i cili jam qenë 15 vite, kam punuar me kriminalet, me kriminalet, të rrinë e habitatin e tyre, sepse pjesë e shoqërisë shqiptare janë, mund të jenë njerëz të kushtojtarë në gjithë gjërat, kanë të drejtë të votojnë, shkojnë të votojnë për këtë gjë, por mos merren politikë. Mos merren me zgjedhje. Nuk ishte pyetje kjo tani. Unë mund të them tani. Ta mbaroj të vitin e fundit. Pyetje hajde se çfarë bëjnë ata, ç'na duhet ne çfarë. Po bëjmë moral politik atyre. Përpara se të bish dashni, e menon vetë një herë dhe pastaj të propozosh. Edhe të shkon deri ka rrugë, nuk vetë direkt ta propozosh ashtu. Përgatit terrenin, do të përgatit terrenin përpara se të demokracisë shqiptare që një palë si pranon zgjedhjet. Tani me këtë strukturë, jeni të gatshëm ti pranoni. Ka dhe shqiptarë, më fale pa të paraqykuar edhe ty dhe tjerë, si puna jo dhe gjë, që kërkojnë fund definicionin pa marrë argumenti përpara. Unë po të bëj argumentin, pastaj kërkoj definicionin. Që do të sot? Nuk do të jetë më si 2021, mendoj unë, që ikë thesi, krahave, natën, edhe shkote shpëndate e këto gjërat. Dhe dihen elementët në Peqin, në Sarrik, në Belesh, në Libraz, në Gramsh, kudo në Elbasan, edhe të fortët, edhe banditët, edhe zunusit e zgjedhjeve, edhe presë të zgjedhjeve, që do të sot target personas të caktuar që merren gjithmonë në historikun e zgjedhjeve, janë personat. Dashura s'ka dalë bler kurrë e zgjedhjeve. Votë. Kurrë. Siç mund të jetë Denisi dhe profesorët tjetër. Por spaku do duhet të ketë parasysh që në çdo bashki, në çdo qark do të ketë një numër të caktuar të cilët do duhet ti përgjoj, ti ndjeki, ti monitoroj. Juve do t'i denonconi në spak? Ne kemi bërë shkret, po kushta pyeste. Personalisht, po them në qark. Një 84-396 që ka qenë gjithë. Po e ka si procesi dashurisë së zgjatë. Një 84 po tjetë 396 që qenë. Një që bëshë i pongë gjithë. Dhe unë po të them prapë. Ne jemi të prirur, ti pranojmë zgjedhje. Në kuptimit, lutem. Në kuptimit. Si puna një regullat të një ndeshje më përburit dhe atashi. Në qoftë se ti botë albirit të tre tashi, e bon ndeshjen si do qefi, me pedaltije, me hence, me gjana psajte, atërë dalot dhe shkesia. Është Por në momenti që ti japi votë qytetarët, ka gjërat vogla, po sigurisht po ka bë logjik. Por ama Shqipëri, preashtu 92-shin, preashtu 2005-ën, preashtu 2013-ën, të gjithë zgjedhjet e tjera profesorët di më mirë kanë qenë gjithmonë të kontestueshme maksimalisht. Për element. Që vetëm 2092-shi, 2005-2013. Kurse jo, këto të dy tjerat po pra, ka thënë nuk janë pranuar. Ose humsi bile... Relativisht, jo, profesor, relativisht se pranuar. 2005-ën ka një shumë të bukur. Humsi i pranoj, bile tha që për mua nuk ka rëndësi rezultati, me gjithse humba, por ka rëndësi standarti. Fituesi tha, jo mërë unë e fitoa, po këto si ishë standarti. Ishte akoma më bukur. Qikon, neve kemi sjellje dhe kjo është kulturë. Që nuk dyshon brenda ditës. Humsi të këne nuk e pranon. Unë nuk pres që nesër, vetëm se ishte spaku ose ku duhem program. Të njihen. Të thotë që e pranova. Por shiko sa largemi nga Kosova. Ne po themi të kryjt detyrë. Është kulturë, shoqërie, është faktorë profesor pastaj. Nuk shitet vota profesor në Kosovë profesor. Administrata del e lirë, voton e lirë. Nuk shitet vota për 5000. Vetëm i vend që shitet vota për 5000, ne e dim. Dhe e dim që 5% bën diferencë që shkon bot 10 ka tjetër. S'ka ndryshuar, nuk është më kaq. Në Kosovë, në kodin zgjedhor të Kosovës, ku ka një kapitull që quhet etika,
Është çështje kulture e shoqërisë. Nëse kemi këtë gjë, është çështje kulture e shoqërisë. Kemi shumë gjëra që ka Kosova. Një dispozit në kod zgjedhor more, që thotë, humbsi pranon humbjen. Dakor, po janë edhe faktorë tjerë profesor, pra, që Tomi, e kemi ato? që binë ty. Unë nuk them pranojnë të bëjnë çfarë duan ata dhe pranojnë. Absolutisht. Mirë, shkojmë në pak reklama dhe kthehemi në minutat e fundit, pjesën e fundit të emisionit. Jemi rikthyer në pjesën e fundit të emisionit. Tomi, për sa i përket politikanëve, për çfarë kërkojnë më shumë, edhe sa lidhet kjo edhe me SPAK-un edhe me këtë drejtësinë? Tani, personazhet gjithmonë, ja, më lërë, se po diskutoni për votimin elektronik me... Mirë, ndërsa ti kërkon për Ramon, Berishën, Metën, Veliajn edhe SPAK-un, edhe Veliajn edhe sa kërkon, na kërkote për ta u lanë ballën, me që se diskutuam në studio deri tani. Profesor, SPAK-u në terren në këto zgjedhje, sa mendon që do të ndikoj? Edhe sikur mos bëj asnjë gjë. Thjesht emri. Po pra, edhe sikur mos bëj gjë. Fakti thotë që ka deklaruar deri tash dhe ka ndërtuar dhe strukturat. Ofroj edhe një produkt informatik që ti mund të komunikosh. Vetëm ky fakt bën shumë më tepër se sa çka ka bërë në funksion të detyrës, e njëjta detyrë është, ligji s'ka ndryshuar, të njëjtën gjë do të bënë. Me çka bën në zgjedhjet e mbarshme SPAK-u. Frika ruan vështin. Kujdes, se është një sy që të shikon, është një sy që të shikon dhe që po të patë të dënon. Po që i ka mundësi që i syu t'i vëzhgoj. Po, ka mundësi, pa tjetër. Pra, angazhimi SPAK-ut dhe i prokurorisë përgjithshme në këtë mënyrë, në këtë formë, siç është duke u bërë tashti, është për mua për të përshëndetur dhe do t'jetë, plus shpresoj se do t'jetë një faktor plus në zvoglimin e frekuencës së shfaqjes së fenomeneve të tilla si shitblerja votos ose konsumimi veprave të ndryshme penale që kanë të bëjnë me procesin zgjedhor në krahasim me zgjedhjet e mbarshme. Pra, shumë mirë që bëhet kjo. Pastaj që të thuar se për sa kohë që ishin këta në terren dhe bën këtë gjë, garantuam zgjedhje. Çdo gjë, siç e tha Denisi tha, janë garantues. Certifikus, ma janë certifikus. Në metafore thash, nuk e thash që... Certifikus janë, po thuhet certifikus në kuptimin që janë ata që nxjerrin rezultatin, dakord. Certifikus që e certifikojnë procesin nëse është standard apo s'është standard, zorse janë këta. Nuk e bën as KQZ-ja se bën, sepse është objekt vetë për të gjykuar dhe për të vlerësuar, as SPAK-u, as prokuroria. Është ajo që për punën e vreshtit, pra janë garantuesit e vreshtit që për këtë po themi. Kjo është shumë e rëndësishme që është një gjë. Se këtë se bën aso se beu diri, ata mund të rritë ditën dhe... Jo, s'kanë vlerë fare ata. Vreshtat... Bën që atë duan shqiptarët. Denis, mund të ketë arrestime të tjera nga SPAK-u deri në 11 maj dhe mund të ndikoj kjo, sa mund ndikoj kjo në skenën politike? Sa dinamike e bën? Do arrestim ndikon në skenën politike, ndikon të strategjia e partive politike, po unë e kam thënë dhe më parë, nëse do ketë goditi nga SPAK-u, do ketë në këto ditë të fundit, pra deri në datën 12 mars që afishohen listën. Pastaj do të jetë shumë e vështirë, sepse çdo kandidat që arrestohet pas 12 majit, zgjidhet, se nuk ndryshon më lista. Tu edhe kur humbi jetën fatkeqësisht kemi rastin e zotit Fina u zgjodh. Ja, kjo pikpamje, unë kështu e kam parë që SPAK-u do bënte maksimalisht nëse ka prova për një dikë nga majt apo nga djathtë, ta bënte këtë gjë përpara 12 majit. 12 marsit, që publikohet lista. Kjo mund tjetë diçka që edhe vetë partit ta bëjnë, se partit e din kush është njëri dhe kush është tjetëri. Pra, PS-ja dhe PD-ja e din kush janë... PD-ja në rregull, s'ka gjë. Asaj si dihet? Ka emra që lakojnë, Zoti Sula. Zoti Sula... Dhe jo pak të rëndësishëm. Morrat kemi ne. Morrat kemi ne. Kjo është... Pasaj si dihet, Zoti Sula, po doli do një emër i rëndësishëm, do thotë pse më tha Sula mor. SPAK-u do presi listat, po kjo do duke si shumë tendencioze, edhe po shoh listat dhe pastaj do godas, ose do godas dhe në datën 12 mars. Sepse ndërkohë që flasim për flitet një funksionar shumë i lartë. Çdo goditje që do bëj SPAK-u padyshim ndikon tek zgjedhjet. Po ku bën përshtypje mba këtyre më të. Kështu që prandaj i thash Zotit Sula tani
Se imagjino mos ishte Berisha në krye të opozitës, po t'ishte dikush tjetër. E kupton çandime i ka dhënë Spaku opozitës shqiptare, duke goditur kaq shumë nga ka ndryshuar të paktën nga forcat politike, nga sondazhet që bëjnë forcat politike. Unë kam një pyetje për zotin Sula, se s'do ta sjell si personazh, po e bëj pyetje. Sikur Lulzim Basha s'do ta përjashtonte Berishën, sot ai do ishte kryetari i Partisë Demokratike, se s'do kishte ndodhur asgjë me datën 9 mars, 9 shtator. Dhe sot Basha pa ngarkesa të non-gratës e gjëra të natyre, mund të ishte një situatë shumë më të favorshme se ç'është sot Berisha. Për shkak të Spakut që godiste nga krau tjetër. Prandaj them, sikur të ishte një lider opozite, pa ngarkesa, le të themi, siç është sot Berisha, sot Partia Demokratike me shumë gjasa do të kishte ardhur në pushtet. Them unë, sigurisht një lider, jo njëri i panjohur. Unë po të them një gjë. Po duke qenë nga krau tjetër ka probleme më shumë, ose njëra probleme janë si nga krau tjetër si këtej, loja për pastaj... Keni sondazhe, zoti Sula, si në djeri, sondazhe që ju bënin? Këto i thot Denis këta dëshirore. Që është tjetër gjithë dua unë, po tjetër gjithë ndodhë, vëlla. Aty ishin, vëlla, pse nuk dolën në krye, po doli Berisha, por nuk prodhonte do largimi nga skena politike për momentin Erion Veliet, nuk është avantazh për opozitën? Absolutisht. Të mos themi pra. Pse është Berisha? Denis. Aty që O Denis, një gjë vllajta. Qa do në Ti jemi qytetar shqiptar, ti jemi qytetar shqiptar, ti jemi qytetar shqiptar. Unë do mbyllë syt, më mbyllë syt alla. Nuk të më botë sy farma që është Ali Berisha, është dashur, apo drejtë me drejtë tjetër opozita, drejtë tjetër. Do të zhduk ky herë, kjo situatë është këtu herë, pastaj me Berisha me ne kry punë mas 6 muaj, mas i viti, që të bëj balliqe gjithë gjëra. Pse do ta mendoj qytetari? E ka provu Berishën më burrë. Po pritet ta mbaroj më burrë. E ka provu më burrë. Po në gjë. Po në gjë e më të presë është të thot tjetër gjë. Dakord. Po qa do të shi? është të kundërshtosh. Okej. Që do të thot, miku im, ka vajt puna, këtu më vajteme nuk ka më vëllat. Po nuk të të shpia. Po dole të të shpia kundër monera korupcion kom shiun, rrugën e Lagjës, rrugën e Tiranës, rrugën e Shqipërisë, madje tani pse ka rreziku tonë, sepse ne kundërmojmë edhe korrupsioni edhe trafiku në Europë. Po ka erë shpresë nga ana tjetër? Që do të thotë? Apo pastërtie, duar pastra? Ore, o flasni shkreti. Pastër, me emocion, me që ju zgjoni më për. Po të dëgjojmë tash. Unë them të dëgjoj. Kemi probleme. Po kemi. Kemi pas probleme. Po kemi pas. Po ka një se nuk kemi se qykur del nga bargu nënës, gjithë jemi gjunafe, se e bëjmë e lëmdojmë nënën. Gjithë jemi mëkatari gjatë botë. Po të krasosh atë që sot me këto që kundërmon e në gjithë gjërat, po ti kjo erë, se po na mytë për ditën, po na merë frymë për gjithë shka, ti kjo erë, kjo aromë e qetë burë. Po kush e erën? Po ti e unë dhe gjithë ne që votojmë erë. Kush e heqë? Kush e ne ma heqë? Pinë pyeti tjetë, kush e ndjen këtë erë që gërka erë e keqë? Që? Që ose ti ke mbyllë hunët, e veshë zotë gjërë që mbyllë. Po sa janë ata që kanë mbyllur hundët, du është puna. Zoti Sula, tani, kjo Lutëm, 2013 unë kam qenë deputet i PD-s. Edhe thojën e për kujqen e PD. Nuk është turp, po nuk e meritojmë të jemi ma qeverisje. Nuk e meritojmë. Pse? Ore, tu 4 vjetë e shumë, jo 8, jo 12 pastaj, që është shmenduri. Shikoj për atë joj. Ore, ti ku të futësh dorën për ti gjene një hajdut për allat. Mirë. Për ti. Për ta mbyllur edhe me Tomin. Ilir Metaj pari, audienca ka rënë. Ka rënë për metën. Vetëm 4 qytete ka interes për Ilir Metën. Cilat janë qytetet? Do t'jetë firë. Do thuaj që ka Fieri. Tiranë, Durrës, Elbasan dhe Korçë. E të mërshme. Se nga? Dhe related keywords është Sali Berisha, do me thënë, ai që e lidhë, do me thënë, me metën. Për kryeministrin, për Edi Ramën është Kuksi është i pari, Vlora, Tirana, Durrësi, Korça, dhe e fundit është Berati dhe Gjirokastra. Po Shkodra jo? Shkodra është, po të thjesht të lexohet filimit edhe të fundit. Po, okej. Shkodra është, po është në vendin e 6. Okej, në rregull. Kryeministri, related me kryeministrit janë live-et që bën. Okej. Do të njerëzit kërkojnë Google Edi Rama live. Okej. Kështu që është mosha Edi Ramës, është
Dan Boninho, Edi Rama, nuk e di kush është Dan Boninho. Është, mos gaboj, është ky zëvëns numri 2 i FBI-s që zgjedhur tani. Okej, nuk e di, pse është related. Po kërkoj për atë që ka thonë i Barama. I kërkojnë Çka ka thonë i Barama, se ka tregoj interes për se kronika duk këtu. Shumica kronika të zeza. Okej. Pastaj për Erion Velin, interes kanë Tiranë, Durrës, Elbasan, Shkodër, Fier dhe në fund është Vlora dhe Korça, por nuk ka interes në gjithë Po për Spakun, kërkove dhe për Spakun? Të shko pak të Sali Berisha. Aha, po, ndjes. Për Sali Berishën ka Tirana është e para, Shkodra është e dyta, Fieri është i treti, çuditërisht në Fier është shumë lartë këtë kohë Partia Demokratike, edhe Sali Berisha. Po pëse Rama si ishte në Fier? Dhe në fund është Berati. Nuk e di pse Berati ka rënë interesi për politikanët e old school. Dhe keywordet që janë, ato fjalët që janë related me Sali Berishën është Lulzim Basha, është Erion Veliaj, është Vladimir Putin, çuditërisht, nuk e di pse, Enver Hoxha, dhe më pas ç'është e mosha. Për Spakun, më lërë ta shikojmë edhe Spakun. E shikojmë dhe Spakun. Interesante këto motorët e kërkimit për ta mbyllur. Shive dhe Spakun që ta... Po, Spaku është i pari Tirana, shumë interes në Tiranë për Spakun. Durrës, Korçë, Vlorë, Elbasan, dhe qyteti fundit që ka më pak interes për është Lezhë edhe Berati. Berati... Po. Komplet pa interes për gjithçka politike. Ndoshta është mërzitur dhe keywordet related janë Universiteti Bujqësor, Gaz Demi, KLP, UBT, Erion Veliaj. Ka një shpjegim edhe Beratit. Është një qytet që është i fokusuar shumë të turizmi dhe kam përshtypjen se kanë mendje fare për politikë. Po kjo është çështje kulture. Interesante për këtu. Opozita duhet ta shohë këtë si mundësi dhe funksionon në 4 stinët Berati, ma thoshte dikush që kishte qenë, është një qytet shumë interesant. Ndryshe nga qytetet tjera për shembull si Gjirokastra që funksionon 4 stinë, se ka problemet e veta. Berati ka një shumë... Keni qenë ndonjëherë në Berat së fund? Nuk kam qenë së fund, po kur kam qenë e vjetër, sidomos pjesa muzeale është shumë e bukur. Mirë, unë ju falenderoj shumë që ishit mbrëmjen e sotme në Quo Vadis. Faleminderit ju të cilët na keni ndjekur. Bashkë do takojmë të martën në orën 21. Kalofshi një fundjavë sa më të mbar. Rrëpafshim.